Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar miq, mirë se erdhët në Repolitics. Parlamenti tashmë ka mbyllë dyert paktën për sa i përket kësaj faze ku do të jemi deri në zgjedhjet e 11 majit për t'i hapur rrugë fushatës. Fushata zyrtarisht nuk ka nisur, por kryetarët e partive tashmë janë në fushat. Rama me motor të ndezur ka javë, por ditët e fundit ka intensifikuar mjaft takimet në qytete të ndryshme. Gjithashtu dhe Berisha sot ka qenë në Shkodër, vetëm pak minuta më parë ka përfunduar takimi elektoral i Partisë Demokratike në Shkodër. Por nuk është vetëm Rama dhe Berisha në këto zgjedhje, do të flasim sot për sfidën e Tiranës. Janë 11 subjekte ku ka dhe parti që garojnë të vetmet, duke sfiduar pikërisht terrenin e vështirë, sidomos të monopolit politik të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Por çfarë do të prodhoj vota e 11 majit të paktën për Tiranën? Janë 37 mandate, çfarë peshe do të kenë dy partitë kryesore dhe sfida e partive të reja, cila do të jetë në raport me këto zgjedhje. Ndërkohë sot është kaluar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe fleta e votimit. Ne do të merremi gjerësisht vetëm me fletën e Tiranës, e cila ka përmasa në fakt pak të vështira për një qytetar të zakonshëm, sidomos për një pensionist, por edhe për të parë është përmasa 60 e gjerë dhe 30 në një farë mënyre e lartë fleta e votimit. Gjithsesi, duket se kësaj radhe, po besoj do ta shohim edhe më konkretisht kur ta kemi në ekran, fleta e votimit nuk do të çojë në gabime, le të themi, dhe në votat pavlefshme siç ndodhi 4 vite më parë, pasi votimi është mjaft i thjeshtë, do votosh subjektin dhe më pas mund votosh dhe kandidatin që dëshiron. Por nëse s'të pëlqen asnjë kandidat, voton vetëm subjektin dhe vota është e vlefshme. Vetëm në rastin kur vota për subjektin nuk përkon me votën e kandidatit, pra ka një kandidat të një force tjetër, vetëm në atë rast fleta votimi do të ishte e pa vlefshme. Por le të ndjekim fillimisht këtë kronik që na përfshin në tematikën e emisionit të sotëm, pikërisht çfarë ka ndodhur sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për miratimin e fletës votimit dhe rikthehemi në studio. Më e madhe se kur, fleta e votimit për 11 maj në mbar vendin do të jetë 60 cm e gjerë dhe 30 cm e lartë. Do të ketë numër, s'ka numër, kuadratën shumë degjën. Pavarësisht vërtetave të vogla të partive, komisioneri Ilian Celibashi miratoi përmbajtjen e fletës së votimit në të 12 qarqet, ku çdo subjekti i përket një kolon. Në krye të kolonës është numri dhe logoja e partisë apo koalicionit, e mes tyre kutia e madhe e bardhë, ku votuesi duhet të zgjedhë subjektin. Më poshtë shënohet emri i koalicionit apo partisë dhe kryetari i tyre. Në fletën e votimit janë pasqyruar kandidatët e listës së mbyllur, të renditur sipas partisë. Ata janë me shkronja më të vogla se kandidatët e listës së hapur, sepse ata nuk i nënshtrohen votës së zgjedhësve. Në vijim të kolonës, me shkronja të mëdha, pa numër para, por me renditje sipas alfabetit të mbiemrave, janë kandidatët e hapur. Secili emër ka para një kuti ku duhet të vendosë shënim zgjedhësi nëse preferon njërin prej tyre. E njëjta fletë votimi do të shpërndahet edhe në diasporë. Prodhimi i fletëve do të bëhet si zakonisht në Sloveni, ku kompania Cetis do të prodhojë të parat ato fletë që janë për të dërguar jashtë vendit. Fletët për diasporën do të vinë të palosura nga fabrika për të lehtësuar KQZ-n në procesin e mbushjes së zarfeve. Fleta e madhe e votimit sill nevojën që të zmadhohen edhe dhomat e fshehta. Ato që kemi përdorur deri më tani janë të papërshtatshme, pasi nuk e nxojnë një fletë të gjerë 60 cm, e kështu nuk garantojnë fshehtësinë e votës, pasi një vëzhgues partia mund të kuptojë se për kë votoi qytetari. Ndaj për 11 maj do të prodhohen të reja. Kjo nuk është pasojë e vetme. Nëse në çdo qendër votimi vendosej një kuti për të hedhur fletat, tani do të duhen të paktën 2 të tilla për çdo qendër, për të mbajtur të gjitha letrat. Ndërkohë pas krave të mi është fleta e votimit shumë e madhe kur e mendon, po gjithsesi do kemi mundësi ta analizojmë. Kjo fletë votimi përket vetëm Tiranës, kurse qarqet e tjera kanë më të thjeshtë sepse është dhe numri i kandidatëve më i vogël. Megjithatë nisim me prezantimin e të ftuarve. Kam kënaqësinë të kem dy përfaqësues të Partisë Socialiste, dy përfaqësues të rinj në këtë garë, Halit Valteri dhe zoti Mirgit Vataj. Mirëmbrëma Valteri, mirëmbrëma zoti Vataj. Kënaqësi gjithmonë. Ndërkohë për Valteri nuk është shumë habi, por surprizë ka qenë emri juaj, zoti Vataj, një
aktori shoqërisë civile që zgjedh të futesh politikës. I bindur apo në një farë mënyrë ke dilemat e tua? Ja, s'kam asnjë lloj dileme, zakonisht unë shumë për ato momente kur i marr vendimet pa dilema. Mendoj se kishte ardhur një moment. Politika nuk është diçka e re për mua në sensin e njohur. Unë kam bashkëpunuar në politikën gjatë 16 viteve të mia në përmirësimin e kornizës ligjore, pra më është dashur që të kontaktoj me deputetët, të lëboj, të marr pjesë seanca dëgjimore, të jem propozues. Ke qenë në mjediset e politikës, ke qenë i pranishëm. Okej. Mirë, kam dhe përfaqësuesit e tjerë të panelit me zotin Besar Logu, përfaqësuesi i Partisë Demokratike. Mirë se erdhe zoti Logu. Gjithashtu kam kënaqësinë të kem në këtë panel për sa i përket zgjedhjeve në Tiranë, zotin Kreshnik Osmani, drejtues dhe kryetar i Partisë Adeo, ose Lëvizja Adeo. Mirë se erdhe zoti Osmani. Ju jeni i treti Lëvizja Adeo, në fakt do doja edhe nga ju pak më vonë se pse keni vendosur, sepse është një sfidë mes 11 subjekteve, ju garonit vetëm dhe kur garoni vetëm, garoni për të vërtetë në listën e mbyllur. Ky është në një farë mënyre, sepse ka partitë të tjera që janë në listën e hapur, por ju jeni në listën e mbyllur, jeni i pari pra i Lëvizjes Adeo. Ndërkohë, në lidhje Skype kam dhe juristin e minjor Kreshnik Spahiu. Mirëmbrëma Spahiu. Mirëmbrëma Denis. Mirëmbrëma dhe të pranishmet, duke ju uruar dhe suksese në kandidimin e tyre. Unë një pyetje do ta nisja me ju, Spahiu, ndoshta ne do merremi me mandatet e Tiranës, po nga temat kryesore të emisionit për të sotëm janë dy motivet, ose në një farë mënyre, le të merrem te motivi i mazhorancës, i cili shprehet nëpërmjet Ramës, i cili thot pa mua dhe pa PS-n nuk ka antarësim në Bashkimin Evropian. Kjo është retorik politike apo në këndvështrimin tuaj, duke njohur dhe konjunkturat e BE-s, ka diçka të vërtetë në atë që thotë kryeministri? Unë mendoj që Bashkimi Evropian nuk integron individ veçantë, nuk integron partit veçanta. Nëse do të jetë prioritet për të zgjeruar Bashkimin Evropian si prioritet i situatave geopolitike, Shqipëria do jetë pjesë e Ballkanit Perëndimor si paketë që do të hyjë në Bashkimin Evropian, pavarësisht një qeverie apo një tjetër qoftë. Unë nuk mendoj që ka preferenca për partit caktuara apo për individ të caktuar për sa i përket nëse Shqipëria do të jetë apo jo. Nga janë unë mendoj që nëse Bashkimi Evropian nuk do të ketë prioritet zgjerimin e vet për shkak të situatave që mund të krijohen ose për shkak sepse forcat euroskeptike apo ekstremiste të majta dhe të djatha vinë si dominancë në vendimarrjen e Bashkimit Evropian, apo disa vende mund vendosin veton që Europa mos zgjerohet apo Ballkani të mos jetë i mirëpritur, Ballkani Perëndimor, ne sikur të bëjmë çuditëra, domethënë ne sikur të arrijmë një nivel maksimal, përsëri nuk do na pranojnë. Mendoj që janë tërësisht, megjithatë, Edi Rama, si çdo kush tjetër, është në drejtën e vet, dikush na premton Europën deri në 2030, dikush na premton që do heqi vizat amerikane dhe do shkojmë pa viza në Amerikë. Tani kështu është kjo. Jo, vetëm ku i ngjit, domethënë kush vetëm një gjë nga bërë përshtypje Spahiu. Me që e nisa me këtë argument, se ne do flasim një gjëre gjatë, po ajo që më përshtypje Rama, këtë ka kartën kryesore të fushatës. Pra, vota për mandatin e 4 thotë është vota për antarësimin. Ndërkohë ajo që bën përshtypje është fakti që Berisha nuk po e godet këtë si tezë, me një tezë të tillë, për shembull duke thënë që edhe po të vi PD-ja, prap antarësimi është i garantuar. Pse sipas jush Berisha nuk do ta prek shumë këtë temë? Shiko, unë mendoj që nëse ne nuhasim rezultatin e zgjedhjeve, Berisha dhe Rama janë dy personazhet me eksperiencën më të gjatë politike, për shkak sepse kontrollojnë dhe informacion më shumë, kanë struktura më shumë, kanë mekanizmin më të gjerë, ata e din që sot në tavolinë se cili është rezultati përafërt i zgjedhjeve. Ky është mendimi im personal. Dhe për këtë arsye të dy kanë qasje të ndryshme në mënyrën se si po e trajtojnë fushatën elektorale, duke i paraprirë 12 maj. Pra,
askush nga të dy nuk po punon për 11 maj. 11 majin, ata të dy të paktën e din rezultatin e zgjedhjeve dhe vetë listat e kandidatëve për deputet janë një prognozë që të parashikosh se çfarë lexojnë në mendjen e tyre, në sytë e tyre, në optikën e tyre, Rama dhe Berisha në rezultatin e 11 majit. Dhe për këtë arsye, ata kanë zgjedhur dy strategji të ndryshme, po të cilat unë mendoj që nuk ja vlen që ne të harxojmë shumë kohë për pjesën e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sepse deri në 11 maj kemi disa sfida tjera. Kush janë? Po e them një sfidë. Eksperienca Kosovës ka treguar që kjo fleta votimit sa një çarçaf në dy zgjedhjet e para të Kosovës, le të themi, ka shkaktuar një pavlefshmëri deri në 50% të votave të diasporës. Pra, diaspora e Kosovës, e shqiptarëve të Kosovës, me këtë listën si çarçaf, që është listë e hapur për deputetët, deri në 50%, domethënë, le të themi në zgjedhjet e 2021 të Kosovës, nga 132.000 shqiptarë të Kosovës të regjistruar, në fund rezultuan vetëm 62.000 vota të vlefshme. Pra, po më thua që me që jemi të lista, kjo fletë votimi e Tiranës... Shiko, më falë Denis pse ndërhyra. Po. Sot një herë ne duhet i mësojmë shqiptarët si të votojnë. Pastaj të kuptojnë se çfarë është Bashkimi Evropian. Unë kam dyshimet e mia që me këtë fletën, që është 60 cm, pra që i bie kaq për masa, dhe në për disa provincat të Shqipërisë apo në diasporë etj, njerëz cilët janë vetëmoshuar do e kenë shumë të vështirë dhe do e çojnë dëm të drejtën e tyre për të zgjedhur. Dhe duaj që të shpenzojmë më shumë energji për disa diskutime konkrete për ndihmuar, për këdo ata ta hedhin për qytetarët ta hedhin për këtë duan, për cilin kanë vullnet, po të paktën vota e tyre mos shkojnë dëm. Okej, besoj këtu mund t'i ndihmojmë edhe nëpërmjet këtij emisioni. Zoti Osmani, ta nisim me ju, meqense u përmend fleta e votimit. Kjo është fleta e votimit, të nderuar teleshikues. Do t'ju vi, kur shkoni në kutinë e votimit, do keni 11 subjekte. Për subjektin që dëshironi, do të jepni, do bëni një kryq në numrin sipër në kutinë sipër dhe më pas pikërisht kandidatin që dëshironi te 37 kutit bosh mund të bëni vetëm një kryq tjetër, pra një shenjë dhe që tregon se kë kandidat preferoni. Kjo do të jetë mënyra e votimit, gjithsesi mbetet për të parë nëse do ketë vështirësi apo jo, dhe do të shohim sa votat pavlefshme mund dalin. Zoti Osmani, është një fletë e vështirë për tu menaxhuar nga votuesit? Me që e kemi si temë paraprakit e misionit. Në fakti që ka dalë ka shumë pak orë pra brenda ditës sotme, në pamje të parë mund të krijoj një lloj konfuzioni, por mua, nga që kam qenë i përfshirë në këtë skemën e fletës votimit, nuk më duket diçka e vështirë apo e komplikuar, sepse janë rrjeshtat, janë thjeshtuar, nuk ka më 20, 30, 40, 50 parti në garë. Pjesa më e madhe e partive janë integruar të opozitës tek Berisha, tek PD-ja. Pjesa tjetër pastaj ata që kanë identitet dhe ata që duan të ekzistojnë, tregojnë identitetin e tyre, janë të qartë, janë menduar. Siç është partia juaj, ju jeni një parti opozitare, besoj. Pse nuk pranuat që të ishit pjesë e koalicionit me Berishën? Pati një ftesë për ju? Po nis me këtë pyetje. Ftesa nga të gjithë objektet që kanë qenë këtu. Pra keni pasur ftesa edhe nga Adriatik, Lapa edhe të gjithë? Jo, ata jo, sepse ata janë tjetër gjë, janë largë, si themi, pjesës dhe orientimit tonë politik, ngjyrimeve tona politike. Ne kemi specifika tjera, ne jemi konservatorë, jemi djathtë, jemi agresivisht kundër agendave woke, kundër të ekstreme. Ata janë më pranë apo janë më në qendër dhe kanë specifika tjera. Për këtë arsye, ne vendosëm që të hymë të vetëm në garë, edhe pse pati ftesa për diskutime, por ftesat për diskutime i vlerësuam si jo serioze, i vlerësuam si ftesa të cilat ishin, si themi, sa për
Për të larë më ka çu baba me largoje. Po me qenë se... Kuptimin që ishin paravendos, si që tha zoti Shpaj, ishin paravendos ata se kush do hy, kush do ri, kush do ri në bistapur, kush do ri... Pra nuk kishin bëni me negociata. Por me gjitha të, ne shkuam i dëgjuam... Ju bashkon ndonjë gjë me të djathën e Berishës? Me qenë se ju jeni konservator? Ne na bashkon lufta kundër regjimit të Edi Ramës, i cili i ka plotësuar të gjitha çka ka pas për të bërë për këtë vend, tashmë ka dalë, po premton Europën. Europa është një ëndër me të cilën u ushqyen shqiptarët, u mashtruan për 34 vjet. Po. Ishte një lugë bosh e cila ju dha shqiptarëve, stomaku i tyre hëngri çimçakiz për 34 vjet, por nuk shkoi asgjë poshtë. Në fakt ne po hikim në Europë, po hikim nëpërmjet shpopullimit, nëpërmjet arratisë. Shqipëria do të hyjë në Bashkimin Evropian kur të hyjë Ukraina në NATO. Kjo është, mendoni ju. Qofse Ukraina hyjë në NATO, do hyjë dhe Bashkimi. Asnjëherë po thua, se sot ka pasur një takim shumë të rëndësishëm. Nuk e di se do të ketë MBE, unë e kam thënë para 5 viteve. Pra ju këtë të Ramës nuk e besoni fare? Është kështu kjo, spektakel për të bërë humor me njerëzit, sepse Rama nuk e njeh geopolitikën. Një sekond, po aty ka hapje negociatash të frikshme, kuptimin e shpejtësisë, që nuk i kishim parë ndonjëherë. Nuk i njeh zhvillimet ndërkombëtare. Unë jam dhe ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, përveç të tjerëve. I njoh dinamikat ndërkombëtare. Nëse do të ekzistojë BE, nëse do të ketë BE, atëherë nuk e dim kur do të shkojmë, mundet të flitet për ndonjë antarësim. Në situatën që është bota, Europa, Ukraina, Rusia, ajo që pritet të vi, tërmeti madh që pritet të vi në Europë, jemi duke i ushqitur shqiptarëve një iluzion që nuk ekziston. Pra në kuptimin e rrjeshtimit, në qoftë se Berisha e ka seriozisht largimin e Ramës, mund të themi që na bashkon bashkimi na bashkon e njëjta trajektore. Në qoftë se PD-ja e ka seriozisht... Po pse e ngreni këtë pikë pyetje? Mendonin që s'e ka seriozisht? Nuk, me emrat që ka vënë në lista nuk është... Nuk ju bindë, a? Okej, mirë, Halid, këtë do votojnë të numri 5, duhet të shkojnë, një pensionist duhet të shkojnë shumë poshtë, qafa duhet të shkojnë shumë poshtë të emri Halid Valterit. Apo nuk pret nga pensionistët të marrësh vota? Duhet ta votoj gjithkush që mendon që një djalë i ri, i cili ka qenë zëri i qytetarëve për ato aktivizma politik që ka pasur, duhet ta votoj çdo i ri i cili e gjen veten të një bashkëmoshatar i cili ka pasur guximin të bëj betejë elektorale, edhe nuk është dorëzuar duke bërë betejë dhe që tjetë, se sot është nder dhe privilegj të jesh një nga kandidatët e forcës qeverisë politike, për çdo i ri i cili shikon aty një djalë të ri i cili ka pasur guximin, denoncoj fort si majta si djathtas dhe denoncoj një nga njerëzit më të korruptuar të vendit që është Ilir Meta, kancerin e politikës shqiptare. Pra po thua, është motiv kjo që të votohet Halid Valteri? Patjetër. Dhe çdo pensionist i cili të paktën me mundësinë që ka pasur Haliti në Këshillin Bashkiak, ka dhënë kontributin që të paktën aboneja për pensionistët jetë falas dhe shumë shërbime të tjera për pensionistët jetë falas, patjetër që s'janë mjaftueshëm, duhet kemi shumë shërbime tjera, të ketë një djalë të ri që ka guxim të flasë në parlament dhe nuk i trëmbet asgjë nga këto Allish Berisha dhe edhe pazaret e kulisave. Pastaj në fund të ditës, socialistët janë një familje e cila vlerësojnë njerëzit, flasim për Partinë Socialiste, dhe shqiptarët dhe qytetarët e Tiranës do të shikojnë që në 140 deputet që ka pasur si majta si djathtas, 80% e tyre kanë luajtur rolin e manikinit, ul dorën, ngri dorën. Po këtë e kisha si pyetje, je në gjendje ti thuash Ramës jo për një ligj, për shembull, se kjo është sfida e madhe. Unë jam në gjendje. Aty ka kaluar ligje të çuditshme që janë rrëzuar dhe nga gjykata kushtetuese. Se ka përshtypjen profili, patjetër, po profili deputetit që unë preferoj, është që deputeti nuk duhet punoj për një zonë caktuar, po deputeti duhet punoj për ligjet e rëndësishme që duhet t'i ofrohen vendit. Nëse unë shkoj deputet, Denis, nuk shkoj nga një zonë e caktuar, po shkoj nga mbështetja e qytetarëve në çdo cep Tiranës, ku po punoj prej muajsh për të qenë pjesë e Parlamentit të Shqipërisë. Nuk i kam dhënë provat gjatë kohës që kam qenë deputet, nuk jam deputet që ngre dorën,
nuk jam deputet që mbyll gojën. Keni qenë në opozit atër? Ka rëndësi, ku kam qenë në opozit apo jo në opozit, kolegët e mi në opozit ngrinin dhe ulni dorën si pas interesave të caktuara. Kam qenë deputet që kam ngritur zërin kundër bandave kriminale, kam ngritur zërin kundër korrupsionit, jam nga ata njerëz që bërtas më të madhe në çdo studio televizive, edhe pse jam pjesë e mazhorancës, që ka problematika 1, 2, 3, 4, 5 shtresat pikat caktuara të qeverisjes dhe mendoj që as trëmbem përballë faktit, as nuk të rriqem përballë asaj që mendoj dhe besoj fort. Nuk mendoj që mazhoranca ka detyruar ndonjë deputet, mazhoranca dhe Edi Rama, ka detyruar ndonjë deputet, nuk di ndonjë rast, ndoshta është hipokrizi që njerëzit të thonë po bën hipokritin, ka detyruar ndonjë deputet voto kështu ose voto ashtu. Kemi parë plot deputet që kanë votuar kundër, kemi parë plot deputet që kanë votuar abstenim, kemi parë plot deputet që kanë kundërshtuar projekt ligje nëpër komisione dhe nuk i ka gjetur asgjë. Besi, nuk ka lidhje në listë hapur as mbyllur. Ja, një model është ai zotit Braçi. I dashur, nuk jemi tek partia juaj që të gjithë është i pakënaqur me pozicionimin. Ma le ta mbaroj. Po bën një lexim edhe duhet të saktuar. Nuk jemi te partia juaj që të gjithë fusin kokën si struci tek lista e mbyllur. Nuk jemi te partia juaj që kanë frikë gjykimin e qytetarëve. Nëse shqetësimi i Partisë Demokratike doktor Cila petale më bën më shumë erë të këndshme për kryetar. Ajo petale u fut aty. Nuk më duket Erion Braçi petale. Po mirë pra, nëse ty të duket Erion petale, nuk ka është vyshkur, i ka ikë era. Nëse duket ty, po e ke provuar erën e Erionit zgjedhjet e kaluara në Lushje, në Fier, në zonën që përfaqësonte, s'besoj si ka ikur fort era. Erion Braçi, po. Po. Dhe Erion Braçi. Po të kishte atë pesh nuk e spostote Belinda me Sion Tira. Kush është sportor? Po Belinda, dihet konflikte që pas. Ishe me Belindën ti aty? Po dihet, botërisht. Konfliktet e brendshme brenda PS, sa do t'i fshini, dihen botërisht çka. E di si është halli këtu? Në lidhje me fletën dhe diversioni është i pranueshëm. Po, patjetër, po. Nëse debatin politik do ta trajtojmë siç e bëj paradite me Besin, te kafja lagjës është tjetër gjë. Jo, po s'po gjë. Po nuk e mohon do të spostimi Braçës nga Divjaka në 105 Belinda dhe për në tjerë. Spostimi e ka lënë të pakënaqur Braçën. Spostimi e ka lënë të pakënaqur. Po e ka shprehur vetë, ka shprehur që është pakënaqur. Dhe është petale vyshkur. Jo, ato jo, tash ato është petale vyshkur. Erion Braçi është një nga senatorët e Partisë Socialiste. Po pra, po është vyshkur, s'ka më herë unë këtë. Ato e thotë zoti Logu. Mirë, dakor që të mos merrem me zotin Braçi që ju petalen më të freskët keni Tritan Shehun dhe Sali Berishën, këtë e di more. Po mirë, petalja jote më e freskët, po pra po më e freskët, a petalja jote më e freskët pas Lulit, është Tritan Shehu. Dhe përsa ko ti vjen me alternativë me Tritan Shehun, unë mendoj që jam 100 herë më i mirë në alternativë me Erion Braçën. Pak të në Tritan Shehu se ka pa të në spakut në e. Temi të Logu, temi të letë. Tani në gjithë me fletë në votimit. Kjo edhe si jurist, kjo shkakton probleme? Pse duket sot shumë më e madhe dhe ka marrë këto për masa. Po të krasoj me fletë në votimit të 2021-shit, dhe në 2021-shin kishim 12 subjekte dhe një pavarur 13. Pra, vetëmi ndryshim ka qënë që rënditja nga... s'kishim emra, kishim numra, po. Kandidatet ishte jo vertikalisht, por horizontalisht. Ishte me numra, po. Nuk ishte me emra. Vazhdonte partia që është, për shembull, Partia Demokratike Sipër, ishte nga majta në të djathtë. Rënditeshin kandidatë. Po pra se ishi me numra këtej. Dhe ishte fletë më e vogël. Imagjinoj me atë fletë që ishte më praktike, në rang kombëtar kanë dalë 82.000 vota të pavlefshme. Po këtu e shikoni dhe merakun që ka Spahiu që mund... Tyre kanë qenë vota opozite, sepse sistemi patronazhimi i Partisë Socialiste funksionon, i kishin orientuar shumë mirë votuesit që si hidhet vota, si mënyrat e votimit që të identifikohej. Pjesa dërmuese, prandaj them që bravo i qoftë organizimi i tyre, prandaj them që pjesa dërmuese atyre ishin vota opozitare, ndërsa me këtë parashikoj që të ketë edhe më shumë vota të pavlefshme. E keni këtë merak si Spahiu. Unë nuk e di edhe pjesën
këto dhomat e votimit, se kjo nuk është, dhomat e votimit nuk janë për këtë fletë. Jo, realisht nuk janë. 60, më duhet ta kisha marrë një... Ajo kutia votimit, kutia ma... Unë pyeta kolegin gazetari thash... Nuk është praktike për këto fletë. Ma merë do të printuar një fletë të tillë, ishte me pagesë, më se kushton dhe 20 lekë të vjetra. Do të ketë dhe nuk ja vlente. Dhe në votën e diasporës, në dërgesën, se janë 2 zarfa, paketimi një fletë të tillë. Pra në shef rezikun që mund të ketë... Do të qanë. Jo më po pesh, të një dërgesat postare kanë pesh më... Ne shqyqyr që ne erdi ditat votojnë emigrantët... Shqyqyr që erdi, të një ne po flasim për kosto, qëpse për ju kostot janë thjesht numra, për ne opozita janë lek në gjepat e qytetarëve. Për ju këshu ka qenë gjithë. Bataj. Shiko, e para njëherë, për listën e Partisë Socialiste, sigurisht që është një skuadër, unë besoj që është një skuadër mikse mes eksperiencës disa senatorëve të Partisë Socialiste bashkë me prurët e reja me tri, mes gjithë procesave që kanë ndjekur Partia Socialiste. Unë personalisht nuk e shikoj vetëm si një garë individuale të timen, por e shikoj si një punë skuadre, e cila besoj që është një skuadër që ndonjëherë ndoshta në kaq mikse me mosh, me përbërje dhe në prurje nuk e ka patur ndonjëherë. Mendimi im kjo dhe çështja që unë e besoj shumë fort. Nërsa, me qenë se Zoti Logu e përmendi dhe për pak pjesën e procesit që ndoqi Partia Demokratike, unë nuk e di ku janë në listë personat cilat nga primaret morën edhe shumicën e pëlqyeshmërisë në... Po, janë disa. Po, janë listën e hapur. Jo disa, jo Denis. Janë pjesa më madhe. Përveç ta mbaroj nuk në preva asnjë. Kukës dhe qarku Gjirokastër, në 10 qargje tjera, kryesuesit e listës së primareve i ke në listë të sigurt. Ku është Rida Tabaku, Ilia Ali Mehmeti? Në Tiranë kryesuesi. Në qarkun Dibër Denis Savata. Në qarkun Lezhë Eda Hoti. Mbetemi te Tirana me që kam ne po flasim për Tiranën me qenë se përmendet si proces. Jo, ne po flasim për Tiranën. Humbi Hysén Kadiu dhe Ilia Ali Mehmeti. Ne po flasim për Tiranën me qenë se përmendet si proces. Me Aurel Bylikbashi në qarkun Elbasan. Konsultohu para, kjo është propagande që Skefaj e ka nisi propagandë një fushat negativiste, me nëzi emrin Berisha dhe emrin Partia Demokratike. Nuk e përmenda fare në asnjë moment. Dhe goditet procesi primare. Se përmenda në asnjë moment. Mu refero korrekt. Praktikisht primare. Që mbron Berisha. Mu refero korrekt, nuk përmenda fare emrin kryetar. Dhe përsa i përket procesit në lidhje me fletën e votimit, sigurisht që është e njëjta logjik, pra nuk janë horizontalisht, tani janë vertikalisht. Besoj që do jetë më ndihmues edhe për votuesit, për mënyrën se si do votojnë dhe se si do jetë procesi i votimit. Besoj që edhe KQZ-ja do ketë një jo, po personalisht si do ta bësh fushat? Do thuash të votohet numri 5 dhe emri im. Besoj, kjo do jetë. Jemi të sinqertë tani. Se ju për shembull, ju të dy të rinj do ta bëni garën me të vjetrit, që janë Fatmir Xhafaj, Erion Braçi, ku diun Toni Gogu, pra nuk do jeni të gjithë pas kësaj gare. Se nuk e shikoj numri 5, Mirgjit Vataj është diku 4 nga fundi, i 4 nga fundi, po. Nuk ka rëndësi, unë nuk e shikoj si garë. Je si për Olta Xhaçkës, se ti je Xhafaj dhe Fatmir Xhafaj. Shiko, unë nuk e shikoj si garë personale time. Tash edhe një herë, pra sigurisht që unë sapo jam përfshirë në politik, unë në bindjet e mija dhe në idealet e mija, sigurisht që unë pjesën e egos, duke qenë se unë jam marrë dhe pak me pjesën e sjelljes njerëzore, nuk jam egoist në sensin që patjetër që duhet të jem unë. E shikoj patjetër që ambicia është e shëndetshme dhe secili prej nesh ka ambicet e veta, por nuk e shikoj si garë individuale të Mirgjitit me pjesën time apo të kolegëve tanë që janë brenda Partisë Socialiste. Pra po thua, gara juaj është në funksion të maksimalizimit të votave të PS-s. Unë e shikoj në maksimizimit të votave të PS-s, pra ka më shumë rëndësi skuadra dhe rezultati që merr skuadra se sa loja që unë do luaj në fushë. Je sipas parimit rëndësi ka pjesëmarrja. Po jo, tani unë nuk ndërhyva dhe sigurisht që ajo që unë i kam urryer gjatë gjithë jetës time politikës. Shiko zoti Logu, unë ka diçka të cilën unë politikën gjithmonë e kam patur pak pjesë që me hezitim. Edhe ka të bëjë me faktin, po nga studio, nga mënyra se si i kam parë kuvendtash, nuk e kam politikën për herë të parë, nuk e kam parë në distancë, unë e njoh edhe nga afër. Kam marrë pjesë parlament pafundësisht seanca dëgjimore, tash edhe në seanca ku kam qenë pjesë e grupeve të interesit dhe e di shumë mirë se si funksionon dhe çfarë debatesh ndodhin. Kam përshtypjen që politikën e kupton se si funksionon kur je pjesë e saj, kur është nga jashtë.
Po, unë po filloj ta kuptoj dhe po mundohem që mos ta kuptoj si që shikoj. Unë po mundohem ta kuptoj dhe sigurisht që e kam kuptuar dhe po mundohem ta procesoj dhe ta përkthej në një formë tjetër që unë mendoj që është më shëndetshme. Dhe ajo që unë përpiqem të krijoj, pra nuk ndërhy. Pas të marrë shumë butë, përsa s'kam garë. Kjo më habit. Po, ka disa rregulla që unë besoj që janë... Shiko, ka disa rregulla... Një sekundë lutem, le ta ndjekim si debati është interesant. Ka disa rregulla në politik. Po. Dhe këto rregulla në politik ka të bëjë me respektin reciprok që ne kemi ndaj njerëzve. Dhe sigurisht që kjo duhet tregohet edhe me mënyrën se si ti ata shohësh një skuadre apo një ekip i konkurrues, siç është dhe Partia Socialiste. Dhe ka të bëjë me vlerat dhe atributet që gjithë secilin prej nesh përcjellim dhe sjellim tek një skuadër. Ta them mirësisht, jo ka xhput. Mirgit, kjo është qëndrim jo një sekondë se është interesante. Po nuk e shiko, nuk është mirësisht, ambicet e mia. Jo, faleminderit, të falenderoj. Unë pranoj çdo lloj këshille që kushdo që mund të ma japi, por nuk e shikoj në aspektin e... Nuk merret vota kollaj në aty më. Se votuesi, kur të ta jap votën, duhet të projektojë si fitues. Pra të shohë diçka si luftëtar. Nuk të e bërë na me... Skuadra, shiko, rëndësishme është në fund ditës, unë nuk e konsideroj vetëm mbushës edhe mbushës liste. Nuk e konsideroj as pak. Do të shojnë, thash. Po nuk ka nevojë që të përshikojnë, sepse pastaj kjo ka të bëjë me aftësitë që gjithë secili prej nesh do t'rregojmë terren atje në takimet me votuesit, e kupton? Kjo është diçka nga strategji që gjithë secili prej nesh ka në pjesën e fushatës që do bëhet me elektoratin, si do i takoj njerëzit, si do i qaset njerëzve, çfarë ambiciesh dhe ku janë qaset e përbashkëta që do gjejmë me njerëzit, kjo i takon terrenit. Dhe unë besoj shumë që terreni është shumë i rëndësishëm. Po tani ne nuk po bëjmë terrenin këtu. Nuk po bëjmë terrenin këtu Murbur. Ja të do që ajtë humbi. Ne nuk e bëjmë terrenin këtu. Psikologën bëhe ke zyra jote. Jo, nuk jam psikolog. Shikoj, unë jam punoj social, nuk jam psikolog. Një sekundë mos ka një element shumë të rëndësishëm. Zoti Spahiu, po. Vetëm një sekundë dhe pastaj mund t'ja kaloj Zotit Spahiu dhe ka një të përbashkët politikës me punën sociale. Një ndër profesionet që është më rëndësishëm dhe që shikon problemet dhe shqetësimet e njerëzve në qasje multidisciplinare është puna sociale. Njëjtën gjë bën dhe politika, sepse ti kur i afrohesh dhe i qasësh njerëzve, nuk i qasësh për të zgjidhur vetëm një problematikë. Qeverisë nuk është si zgjidh hallet, shton hallet e qytetarëve. Kush? Sipas ju. Kjo lloj qeverisë. Sipas ju, mendimi jot. Po nuk është mendimi 51% e qytetarëve, votuesve. Se sot që flasim, kemi i qeveri që është mendimi i pakicës i bandave të Jurgis Qyrbes, i bandave të Shkodrës, i bandave të rajave i keni provuar mendimi këtyri nuk i di banda zeni ka banda zeni? Nuk ka banda. Zeni është i bandë këto legendat urbane, nuk ka banda. Pa e këtë në ti në studio më këtë gjë. Një sekundë se duhet kaloj pak të Spahiu. Më lip pak të Spahiu. Me Ilir Nete. Janë banda kryesore këtë vëndi. Kreshnik, se ajo që dëgjova nga zoti Vataj, ishte një element shumë interesant, ku ne ju mund të analizoni. Pra, Mirgiti thot, unë jam këtu më shumë për ndihmuar skuadrën se sa për vete. Mendon që kjo është qasje personale apo është qasje e Partisë Socialiste, sepse aty janë shumë njerëz, janë 37 dhe ju e dini shumë mirë aty maksimumi 7-8 mund të fitojnë, jo më shumë. Ç'do të thotë kjo? Është më e qartë Partia Socialiste se PD-ja në këtë rast? Tani kjo është pyetje shumë me vend dhe duhet keni parasysh një gjë. Në fillim të bisedës thash, Rama dhe Berisha kanë shumë kohë që e din rezultatin e zgjedhjeve çfarë do të ndodhë, dhe gjithë infrastrukturën, mekanizmin, sistemin zgjedhor, modifikimet e kodit, i kanë bërë në funksion të asaj prognoze që ata kanë parashikuar, duke hartuar dhe listat në këtë mënyrë. Që do të thotë? Ata të cilët pretendojnë që do marrin pushtetin, kanë luksin, të vendosin në lista personat të cilët mund të punojnë dhe të cilin një maune me vota, po mos marrin mandat. Pse? Sepse pushteti ka mundësi çfarë tjetër që të këmben ty nëse nuk fiton mandatin të jep diçka tjetër. Dhe histori tjetër është për një parti e cila e di shumë mirë që nuk do të fitojë dhe mbyllet e gjitha në listë
në listën e mbyllur që të ketë jeta vdekje mandatin e deputetit, se po nuk hyre në parlament, në opozit, je i vdekur politikisht. Dhe tjetër strategji ka një parti e re, e cila ka të gjithë establishmentin kundër. Pse ka të gjithë establishmentin kundër? Sepse sot Rama dhe Berisha për hir të vërtetës, në gjithë modifikimet që i kanë bërë në 35 vjet, ky modifikimi i fundit ka një qëllim të vetëm, azgjesimin e lëvizjeve tjera politike. Pse e them këtë? Sepse listat pjesërisht të mbyllura shkatrojnë partitë e reja politike dhe po ta vini re, arsye që sot, në fakt, përveç divergjencave ideologjike, me cilën unë e mirë kuptoj zotin Osmani, por një pjesë e partive të reja politike, apo të vogla, apo ato të cilat janë jashtë koalicionit PDPS, nuk janë bashkuar në një pol, për një arsye të vetme. Po ta shikojmë listën e Tiranës, do të kuptoni që të gjithë kryetarët, 11 kryetarët e partive kandidojnë në Tiranë. Dhe mekanizmi që ka bërë Rama dhe Berisha i pengon këta 9 të tjerët, 9 partitë e tjera të bashkohen, sepse divergjenca e parë do t'ishte. Kush do t'ishte i pari në listë? Agron Sheaj, Arlind Qorri, Kreshnik Osmani, Elena Kocaqi, do t'ishte Adriatiku apo Endri. Kjo është konflikti i parë që lind, është konflikti i arsyeshëm. Është konflikti i arsyeshëm dhe me një të rënd klapsit e kanë qarë votën e mundësisë për të pasur një pol të tretë në Shqipëri. Dhe në funksion të kësaj, unë do të thoja që analiza është shumë e gjerë, që do të thotë kemi strategjit veçantë për listën e hapur të PS-s, listë e hapur e cila vështirëson në mënyrë të tejskajshme betejën e Tiranës. Pse? Ka hedhur ministrat në listë hapur. Ministrat të cilët kanë gjithë infrastrukturën që ta vënë përdorim për të marrë vota. E kanë jeta vdekje. Ai thotë, unë po su bëra deputet, e humba dhe postën e ministrit, edhe politikën, edhe deputet lëkë. Por ai nuk do marri vetëm votat e PS-s. Sa ai që të rrisi thesin me votat e emrit ti, nuk do kërkoj vetëm vota brenda partisë, do mundohet marrë më shumë. Nga ana tjetër, lufta është e ashpër dhe të opozita. Pse? Sepse vetëm duke qenë se futi disa aleat të cilët s'kan fare vota, është bërë luftë e fortë edhe tek opozita, përfshirë dhe partitë e reja, të cilat sipas gjithë sondazheve kanë një hapësirë të jashtëzakonshme, sepse, që ta them dhe fjalinë e fundit, atmosferën politike e favorizon në mënyrë të jashtëzakonshme arrestimet e SPAK-ut që kanë ndodhur në vitin 2024 dhe vitin 2025, nuk kanë ndodhur në 35 vjet. Dhe sot SPAK-u për disa aktorë politik e kanë nxjerrë topin vetëm të bëshgojnë. Pra është aq e hapur fusha sa nuk ka ndodhur ndonjëherë. Pra dy hapësira ka për lëvizjat e reja politike. Arrestimet që kanë diskredituar pushtetin dhe nga ana tjetër vota e diasporës, e cila nuk ka qenë. Kemi 250.000 votues. Te ky element kthehemi me zotin Osmani më njëherë pas publicitetit. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt, betejë për Tiranën. Një nga ata që do të bëjnë betejë për Tiranën është dhe zoti Osmani, cilin unë e kam sot. Zoti Osmani, ju jeni tek numri 3 dhe nuk ka nevojë të shohin emrin tuaj sepse mjafton vetëm të votohet partia dhe pastaj besoj vota shkon drejt për ju. Pyetja është e drejt për drejt. Cila është sfida juaj në këto zgjedhje? Pra ju mendoni që mund ta çani këtë establishment politik të këtyre 34 viteve? Asin diskutim që po. Në që mënyrë dhe si? Se pyetja është që t'jesh i qartë për publikun mënyrën se si do qarë, se me fjale shumë e thjesht, po. Cilat janë ato rrugët që ju mendoni se mund bëhet kjo gjë? Po të ma japë shko. Pa tjetë, ndjesë. Adher,
Kemi 34 vjetë janë mësuar njerëzit me ata që kanë qenë. Rama, Berisha, Meta, Rama, Berisha, Meta. Shkojnë, qarkullojnë, vinë. Tani, sistemin e kanë ndërtu këta bashkë. Planet i kanë bërë bashkë, kodin e kanë bërë bashkë, këtë do të vrasin, këtë do të ekzekutojnë e kanë bërë bashkë. Gjitha i kanë bërë bashkë. Shqiptarët tashmë kanë kuptuar lojën, çfarë po luhet. Tani ne po hymë me një ofertë re, me identitet qartë, me emra të qartë, me emra të shquar, me emra me kontribute, me qytetar të jashtëzakonshëm, mjek, inxhinier, jurist të jashtëzakonshëm, të cilët kanë çfarë të japin. Shqipëria është në tranzicion politik siç është e gjithë bota. Do të riformatohet planeti, Ballkani dhe Shqipëria do të riformatohet pasi diskutim. Sepse një klasë e re politike do të vinë në Shqipëri, duan apo nuk duan këta të vjetrit. Këta të vjetrit po mbajnë njëri tjetrin fort, sepse e din që po i hiku njëri, tjetri ngelet zbur. Atëherë, me që kemi dy të rinj këtu, a nuk po bën pëse këtë reform që ju reformim të klasës vjetër të saj me të rinj? Nuk është kjo një lëvizje taktike e Ramës për ty ku të përgjigjur frymës suaj? Unë nuk komentoj çfarë bën PS-ja. Unë ditë them që tek PS-ja ka vetëm një gjel, ai është Edi Rama. Të tjerët kanë frikë, me fjalë unë e di se si funksionon aty brenda. Kur kalojnë ke kati i tretë ke zyrat e PS-s, ulin shpejtësinë se është i madh i brenda. Rin ka treta, rin ka dytë, ka informacion e gabim. Ka dytë, rrite ke zyra gramoz, ka dhe gramoz rruqin. Ka pas mbajt gramoz rruqin. Se shkon për së Rama, unë kisha kujtoja që nuk shkon në një. Jo nga e din Zoti Osmani se ku e ka zyrë. Ja, nuk e din jo, unë kam qenë, kam informacione nga brenda, por nuk kam informacionet e Berishës dhe të PD-s. Këta kanë më të klasifikuar se këta janë bashkë. Po këta janë pjesë e jonë, kanë 34 vjetë, i ka lënë amanet Ramizalia, i ka lënë amanet Ramizalia. Ato janë pjesë e jonë, këtë do të vi pjesë e jonë, pra të interesohet kur i Rama. Këta janë amaneti Ramizalis. Një sekund, lutëm Ali, lutëm po. Këta janë amaneti Ramizalis për shqiptarët, po rrinë për rujnë lojën mirë, po presin të fuqizohet Rusia, bëhuni me Amerikën deri sa të fuqizohet nëna Rusi, ka thënë Ramizalia këtër. Tani, këta bëjnë skeqin bashkë. Unë e di qa pyetje do i bëja Zotit Osmani. Jo, të mbaroj unë, jo do të mbaroj unë. Formula që nëzjerë mandatin? Po e di. Qofë se e din, nuk e di se kush të sponsorizot, ty është të fragmentarizosh voto opozitare. Mu më sponsorizon. Sponsorizon, thojza. Mu më sponsorizon. Kush të rresh pak, do fragmentarizo voto opozitare. Jo me që hoqe dhja paralelin. Formula qofë që merë gudzimin të garojë të dyra. Formula po që të shkoj unë të bëj unë deputet të fuqishme në treg. Pra që unë të shkoj të bëj deputet Albana Vokshin me Edi Palokën me Fatmir me Diun e Gërdecit. Fakte e bëndojnë 90% shqiptarë. Dhe Edi Palokë Berisha me Ramën, po Fatmir me Diu dhe Quri Fari Balliu, djali Fari Balliu, pra me Josefina Topallin që hapi parti para disa vitesh me sponsorizim të Edi Ramës për me heq vota djathtas, u këthy prap ka një partia demokratike. Vërse nuk... ta mbaroj, Zotë Osmani. Ta mbaroj. Tani si qahet gjithë këtë recim. Por mua vetë në lëvizje është Danca Kuqezi. Do ta jap. Qofse ka lëvizje me përmasa... Besi, ta mbaroj pas të e keme njërë fjallë. Por nuk rezultoj gjë elektoralisht, është ajo lëvizje. Të gjithë tjerë dhe më fluska se... Ja, votët ju votat. Ta do qahen sepse i ka ardhur koha për të qahen. Një sekund të lutem, po. Këto do të qahen sepse i ka ardhur koha për të qahen. Berisha e ka mbyll ciklin e tij. Ka marrë fund. Po Rama? Rama është duke mbajt Berishën me oksigjen, sepse po i iku Berisha, iku ra klauzola. Rama do t'i thot shqiptarve në qofë se iki unë vjen Berisha. Nuk i thot po ika unë vjen Osmani. Po ika unë vjen Valteri, vjen tjetri, vjen bashkë. A i do t'i thot njerëzve, si që bëri fushat në kalume. Me fitoj zgjedhjet me Ilir Metën me Sali Berisha. Po do t'i fitoj prapë, që do t'i fitojmë? Ta do vinë, tha po i ka. Dakord, pra, tani Ramon si e mund ti, Ramon, kjo është problemi, mirë do Berisha është tu. Berisha na ekzekutojnë, si na ekzekutoj, bëri një ligj pa çavure,
përfaqësuesit e dy bandave, Byllykbashi dhe Gjiknuri. Gjiknuri ishte anku për listën, tha, se s'është gare barabartë, Gjiknuri e ka gatu qorbën. Gjiknuri ka problem dalin listë To dy bandat e vjetra me të cilët janë neverit shqiptarët, Po ta bëj një pyetje. po mbaj njëra Po tjetrën. pse thoni janë neverit kur ato dy banda si që ju i quani marrin prap 80-90% vota të Ata shqiptarëve? marrin vota sepse do të marrin me banda, me kokain, me para, me ndraget, me të fort, me para droge. Ja jam ke mua, no ke mua që marr vota. Më thuaj ku e kam kokainë. Dragetën, paratë të bandave, jam analizo mua. Sa ti përgjigjem. Po vishim keqarja e sistemit. Shqiptarët kanë sy. Dhe ne nuk po vim nga askushi i dashur. Ne po vim me 6.800 firma, të cilat i kemi mbledh mes Tiranës, kanë ardhur demokrat, kanë ardhur djathtë, kanë ardhur majt, kanë ardhur të neverit, na kanë thënë ju a bëft zoti mbar. Kjo është mënyra juaj për të kandiduar, ë? Firma keni. Patjetër, ne s'kishim deputet, ne s'kishim mandate deputet. Mirë. Dhe e bëm testin. Tani këta thonë do futemi, thotë do ndryshoj Shqipërinë, thotë me zonjën Topalli, me zotin Noka, me Fatmir Mediun, me Çunin e Fariballiut, me atë tjetrin. Pra këta kanë luajtur mend zyrtarisht. Ne nuk mund ta lëmë Shqipërinë në duart të këtyre. Po lere opozitën, se është më e dobët, po pjesën e mazhorancës si e godet. I bje Partisë Demokratike. Jo, si po i bie unë, po i bie. Po ti më the mu ku e njefti zyrën e Ramës. Zoti Osmani. Ku e njefti zyrën e Ramës, më the ti mua. Ti që partia jote. Ti që firmën. O vlla, ti që partia jote, partia jote bën 7 kulla, partia jote ka bën 7 kulla mes Tiranës, partia jote. Në NATO. Ti më pyet mu për zyrën e Edi Ramës, si e njohun zyrën e Edi Ramës. Ti më pyet mu për zyrën e Edi Ramës. Berisha ka 33 vjet që hap buk. Partia Demokratike bë kulla me Edi Ramën mes Tiranës. Berisha shkreu partisë... Po leri tani se i dim në të gjitha. Ajo Bjondja Sarazës, ajo e ka burin biznesmen, merr tendera nga Edi Rama. Josefina Topalli hapi parti për Edi Rama. Po kujt me tregoti? Mua po me tregoti. Po më tregoti mu se ku i kam gjetur zyrën. Okej, mirë. Zyrën e Edi Rama. Ne hym aty. Po, cili është objektivi juaj? 800 vota, firma të deklaruara. Okej, cili është objektivi për Tiranë? Se nuk mjaftoj vetëm firmat, besoj, për të fituar i mandatën Tiranë. Jo, ne morëm 5.000 firma deklaruar. Dakor, po them cili është objektivi për Tiranën. Objektivi për Tiranën është që lëvizja Dheu do hyjë në parlament me një numër deputetësh në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. Më shumë se një. Po. Që do të thotë, pastaj ju, sepse duhet të kuptoj një gjë, cila është filozofia, pra, ju nuk pretendoni që të qeverisni nesër, por pretendoni që të kushtëzoni Ramën. Kjo është partitë të Sorosit, ato që të thonë do marrim 71 mandate. Po lërë, të lutem, mos fokusohet e pyetja. Ju pretendoni, objektivi është që të kufizoni mandatin e katët të Ramës. Kjo është qëllimi. E kemi sloganin, Denis. Lëvizja Dheu është garancia për Shqipërinë, që do të thotë thyerja e monopolit politik bipolar, në mënyrë që asnjëra nga palët mos ta nxjerrë Shqipërinë në tregun ndërkombëtar të lojës kombeve. Janë duke e shit Shqipërinë ata për pazarin e vet, për pushtetin e vet. Pastaj të tregojmë se ku e ka zyrën Edi Rama. Pikës pari uroj sukses e zotit Osmani në garën dhe në nismën që ka marrë. Nuk e dija që ishit bërë pjesë e garës me 6.800 firma. Kjo është një gjë shumë domethënëse për një parti politike të re. Bie dakord me zotin Osmani si i djathtë në parime dhe që ka një parti të qendrës djathtë, kur thot që Shqipërinë ose të djathtët nuk mund të orientohen drejt Sali Berishës, Flamur Nokës, djalit Fariballiut, Josefina Topalli dhe gjithë emrat në listë, Fatmir Mediut Gërdecit, ku disa ditë më parë përkujtuam 26 viktimat e Gërdecit, ku u bënde filma në Amerikë për djalin e Saliut, për Zenin dhe për familjen e Berishës. Unë duhet të them diçka. Mos e qo deri në mes analizën e Osmani, a i tha dhe ju jeni e keqi e këti për... Tjetër, o Denis, ma lërë të ambarë, ta shpje dakord deri diku. Deri diku. Të pjesën tjetër si e... Petalet e spakut nuk i përmën. Ma lërë të ambarë. Po, mbaroj. Petalet e spakut. Ka gjithë drejtën të bëj opozit të tjetë kundra qeverisë, një qeverisë e 12 vjeçare mazhorancës, që për mendimin tim
prap jap drejt zotrisë se thot, Edi Rama zgjedhjet e fundit ka bërë fushat duke thënë Saliu dhe Iliri, o këta të dy, o unë dhe 60% e shqiptarëve edhe kanë votuar për këtë gjë. 70% e shqiptarëve sot mendojnë që Sali Berisha dhe Ilir Meta janë fatkeqësia e këtij vendi. Tani, çfarë? Pas 12 vitesh qeverisje. Ore 20 vite do shkoj Pas qeverisje. 12 vitesh qeverisje. Ju dhe do jeni fort. Ja. Fakti që i rresh shpatullat zotit Osmani, që fragmentarizon votën, kjo flet shumë. Dhe pas 12 vitesh qeverisje, ju nuk do t'isha kandidat. Imagjino ku ka arritur Rama. Premton pasaportën Bashkimit Evropian, diçka që se ka në dorë Ne vetë. çdo gjë që kemi premtuar e kemi Diçka që se ka në dorë vetë. Të lutem zoti Valteri, gjëra konkrete, premtoni do hapim TikTok-un ke qenë gjyshi. 24 orë, pastaj na jepni pasaportën. Mbaroj analizën Besi. Duam ujë 24 orë. Po, 26. Duam legalizimet, pastaj na jepni pasaportën europiane se pa legalizime nuk do të. Do t'ju japim legalizimet që i la rrugë Shaban Memia dhe partia jote. Jo, ato që thote të unazare. Tani do mbarosh fjalën. Edhe Mberogjat ngrihen nga varri, nuk ja ushëm shtëpiat. Edhe ju çoj ruspat atje. Ju çoj ruspat. A janë dëmshpërbly njerëzit? Rruga ka qenë kushkundër prej. Të gjithë një për një. A janë dëmshpërbly njerëzit? Ironia e faktit që të Unazare ka fituar Partia Socialiste binçëm. Dhe nëse do t'ishte ky problem, ju nuk do ishit tregoja njerëzve si ka fituar Partia. Sepse ju keni shpresë i keni lënë çunin e Fari Balliut, kryes e sigurimit shtetit për fajtues Partisë Demokratike. Po bënë populizëm në vit elektoral. 124.000 lekë. Të lutem. Ta mbaroj dhe pastaj po. Nëse ti do fitosh, nëse ti do të bësh politik me plyshin e Fari Balliut. Levisi doli dyti në primare. Po le tani të lutem. Kur ta kesh përballë, mirë. Analizoj atë, mos u merr me dyti në primare. Nëse unë do të isha një djathtë, nëse unë do të isha një djathtë i cili... Po ti je i djathtë, kështu të prezantoj Rama si Nëse i do djathtë. të isha një djathtë që të votoja dhe do të isha përballë kutisë votimit, dhe nuk do të unë kam ngarkesa se jam vetë në listë, do të zgjidhja 1 milion herë më shumë Zotin Osmani se sa Flamur Nokën. Po mëra, opozitari duhet shkoj në përqepa. Zotin Osmani, sepse nuk i ka vjedhur një lekë shqiptarë. Duhet të shkoj vota opozitari në përqepa. Nuk i ka vjedhur një lajë. Sepse PD-ja e përthen në mandat. Atë votën e përthen në mandat. Le ta mbaroj gjepat e partive nuk përthen mandat. Dhe nëse ju mendoni do të fitoni zgjedhjet në Tiranë me kryeshin e Fari Balliut, kushtot që provojmë vëmje të sigurimit shtetit, jeni të destinuar po sigurisht në shtetë e kemë gjithë për lerë. Kushtot që provojmë ne mandat. Logu. Tani me gjithë respekt. Le ta absolutëm. Zoti Osmani. Se futi. Le ta mbaroj pak logu se... Kur tjetëri të e votën, do të të projektoj, me gjithë respekt, me retorikën, e bukur, e gjithë, nuk për cilë Po këtë do projektojmë, Albana Vokshin. Se ti do bëhesh nesër deputet, apo se ti do bësh Ore, këtë do projektoj, Albana Vokshin. Qa do i premtosh Kush e bëri këtë, më zoti? Kush e bëri këtë gjepat? Mos i trullosni. Kush e kriju gjepat? Kush e kriju gjepat? Mos i trullosni. Të flasi pak zëri i qetë i politikës. Është fragmentarizimi votës opozitare. Jo, po kush e bëri kodin? Kush e bëri kodin? Mirkit, atëherë, në A këtë... do t'ju kodin, më zoti? Ai që e kishë zyrën ka tret, ai e bëri. Po se bënde do të pa ju, më zoti? A bashkuat ju votat me Edi Rama? Po pra, e Kur bëni ju votim me shmarrëveshje për komë, këtë kod qendrorial, viktim e kodit ti, zoti Gjiknuri, dhe sot sillet rrugëve të Vlorës. Sillet rrugëve të Vlorës. Damian Gjiknuri në kem parlament, si qaj halë. Realisht më vjen keq për Gjiknurin, se nuk e ka formatin e Belindës. Belinda është një sigurt. Ju nuk kaloni 30% në Vlorë. Oke, po le se jemi për Tiranë tani. Ju nuk kaloni 30% në 90% Jo, Denis, se duhet në nënvizu. Kanë disa modele këto. Është Gjiknuri që sakrifikohet nga kjo formul që bëri dhe mbetet jashtë. Kemi dhe disa modele si Zonja Balluku, që s'posto lëviz figur Shau. Gjiknurin tua e mbrojtët ju, e futët socialiste. E kupto sa modele ka brenda Partisë Socialiste? Është vërtet që Partia Socialiste ka modele dhe fatmirësisht gjitha modelet janë modele pozitive që duhet marrë shembull. Dhe mbi gjitha e kuptoj edhe frustrimin që mund të kenë brenda opozitës për shkak se ndoshta nuk janë aty në pritshmëritë ku ata mendojnë se duhet të jenë. Dhe më rëndësishme nga gjitha është që
ka ardhe një moment që mbase duhet që edhe opozita të riformatoj vetën e vetë të flasë për ide konkrete se si duhet të adresoj. Jo, opozita shumë e saktë, shumë e qartë, në qëndrimin e saj, ne shqiptarëve do bëjmë një fushat shumë të thjeshtë. Për çfarë? Doni të votoni listën e SPAK-ut, apo listën për një Shqipëri madhështore. Për një Shqipëri... Po si do bërë Shqipëria madhështore duke ndjekur këtë retorik që keni... është fillimisht të ketë një administratë që nuk i vjen. Po s'kanë gjitur në 2013, nuk kanë gjitur në 2017, të ketë një politikan, jo si Shalci, që i thote Flamur Hoxhës, ku ke qenë ti Flamur, 4 vjetë, ku ke qenë Kukës ti? Unë nuk ndërpreva në asë në moment... Deputet i mazhorancës, ministër, kryetar komisionës, qa detyre shka mbajt, i thote deputetit opozitës, ku ishe ti 4 vjetë në Kukës? Pra, kjo politikë që të vjedh, ka dëgjuar nga elektorati, duke qenë se ka qenë në atë zonë, dhe ka dëgjuar që deputeti i zonës ka partija demokratikës, është dukur asë njerë në zonën e vetë, ka pësishteti kërkojë logari. Që do vjedhin më bukur se... Ajo që ka shumë rëndësishme është që jemi në 2 element. Partia Socialiste, cila tashme ka ngritur pak pjacën e ofertës për elektoratin, që lidhet me integrimin Bashkimin Evropian, me pasaportën Evropiane. Pra, diçka që se ka ndorë vetë. Sigurisht që e ka ndorë, sepse në Shqipëria në hapur shumë kapitull, cilët diskutohen, ka grupe cilat raportojnë për ecurin, për ndjekjen e reformave, për pjesën e kornizës të gjorë. Zoti Vata, grup kapitujt ishte një procedurë endërvjetme, sepse kryeministri juaj ka të kulturë, kur shkonin, të lutëm, shkonin në takimet e krejeve të Bashkimit Evropian, vite Rama hapte shampanjen, morëm datë negociatash, Zaevi shkonte, dorëzonte mandatin, dhe qënë dhe vendin në zjedhë para kosë. Ja qëfar modelës Macedonia, kemi kaluar Macedonia, për shvërtës se kemi kaluar sot, dhe që të një veriu. Ne kemi qenë negociata këto 12 vite, pa tjetër, nuk është proces. Pra, shkonin të dy, njëri hapte shampanjen, tjetëri dorëzonte mandatin, qënë dhe vendin në zjedhë para kosë. E kuptoj, në basë të mund të kryo një loj frustrimi edhe ngritja pjacës për premtime që bëhen, dhe ngritja e pjacës për pjesën e ambicjes që ka, patjetër që është reale. Dhe sigurisht që unë e shikoj në konceptin tim dhe në besimin tim, unë e mendoj që është reale. Se cili prej nesh ka nevoj që ti garantohet një lloj digniteti kur kalojmë edhe në aeroport. Ti kalon këtej ke 2 sportele, këtu ke qytetarët Bashkimit Evropian, këtej ke others. Shqipëria është në Europë. Tani Osmani nuk e ka marrë atëherë. Sa të mund të ka marrë atëherë. Një sekondë të lutem. Në radhë. Po jo, bez një sekondë, është një temë e bukur. Të them një ndryshim. Jo, një sekondë. Më qëndro te teza e Osmanit. Është mashtrim thotë se ne nuk shumë e vështirë në rrethanat që jemi për të hyrë bërë pjesë të BE. Ata të them diçka. Vetëm drogë dhe emigrim. Të lutem, zotë. Kjo është vetëm drogë dhe emigrim. Të pjesë. Shiko tani të them. Besi një sekundë ta mbaroj. Një fjali. Fakti që është hap zyre DEA-s në Shqipëri, DEA është një institucion nuk e pas në Shqipëri. Po ka zyrë Finlandë. Po shiko. DEA e din linjën e kokainës, kush e porosit, kush e shpërndan, dhe lekët që përfton nga shqitja drogës, nuk pastrohen. Nuk birë dhe zërin ortakët e palatit në rjetën e dhe. Një sekundë të lutem. Shiko, edhe një. Pjesa des, politikat amerikane, në i dim shumë, unë kam punuar për çështjet sigurisë. Një sekundë, të lutem. Ne eksportojmë vetëm drogë dhe emigracion. Leta çojë deri në fund, po. Në eksperiencën time, kur më duheshëm përpara për të shkuar edhe në Parlamentin e Europës, kur kalonim tek pjesa sporteleve dhe kur hynim në Bashkimin Evropian, na pyesnin për 700 procedura, ke rezervuar hotelin, sa para ke me vete, etj, sa ditë do rish në Europë. Dhe kur mua më pyesnin sa ditë do rish në Europë, ishte pyetja e cila më provokonte goxha. Dhe Europë e cituar, mua më irritonte. Për çfarë, kur? Deri para disa viteve më pyesnin. Po kur? Para pak disu për vitet e para të aplikimit të liberalizimit vizave. Ore, pas ju liberalizuan vizat. Pas ju liberalizuan vizat, më pyesnin sa ditë do rish në Europë. Dhe unë harxoja kohë duke shpjeguar atyre që Shqipëria është në Europë, në territorin evropian. Ndërsa sot më pyet njëri se sa ditë do qëndroj në Europë. Dhe kjo ka të bëjë me dignitetin që ty ta ofron. Po ti di shumë mirë se digniteti, po pra ti me disa vlerësime edhe
para liberalizimit vizave, pa diskutim se do kam dalë edhe para liberalizimit vizave. Po pra po. Kam dalë edhe para liberalizimit vizave dhe do vazhdoj. Shumë pyetje. Ore, po ta them pas liberalizimit vizave që pyetesha, po pas, po, dhe me disa vite pas. Po sot që nuk pyete. Ndërsa sot kjo pjesa frekuencës së pyetjes, a do rish, sa do rish në Europë, nuk është mos, se ka të bëjë që edhe Shqipëria ka filluar të ketë një lloj digniteti, apo jo? Dhe digniteti që fitohet digniteti nëpërmjet kërcimit disa kushteve. Po tani po të them kemi reagimet e Hollandës. Çfarë reagimit Hollandës? Po. Hollanda është në fare që është promotore për diskutim. Ka ndodhë një herë që Shqipërit mblidhen kryeministrat e Bashkimit Evropian të bëjnë të organizojnë mbledhje në Shqipëri, pra se është Shqipëria vend problem. Dhe Rama e kalonte me inatë personale. Kaloj pak publicitet dhe rikthehemi një herë me Spahiun që po na pret, pas pak. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, para se të lidhem me Spahiun, ndjekim pak çfarë ka thënë Rama, sot ka qenë në Berat për sa i përket mënyrës se si do bëj fushat Partia Socialiste, ku i lejon kryetarët e bashkive të bëjnë fushat për PS-n, por të mos mbajnë anë për asnjë kandidat. Ndjekim sinkronën e shkurtër dhe rikthehemi në studio. Dëshiroj t'ju them kryetarët e bashkive që duhet të jenë në dispozicion të Partisë Socialiste, duhet të jenë në dispozicion të numrit 5, detyra juaj është bëni këtë, po juve nuk duhet të ndërhyni në garë. Duhet të jepni mundësi të gjithë kandidatëve që janë në listë të kenë një garë pa interferenca nga kryetarët e bashkive. Që kur është ngritur flamuri i pavarësisë, drejtësia po heton dhe po gjykon njerëz lidhur me pushtetin politik. Dhe kush e bëri këtë? Kush e bëri këtë? X y Y, prokurorët aty ishin, edhe përpara. Aty ishin. Altin Dumani është një person i cili meriton shumë respekt, ka gjithë solidaritetin tim dhe ton për gjitha sulmet kafshërore që janë bërë, po aty ishte prokuror nuk e di sa vjetë. Ka bërë në një gjë nga këto? Me vullnet plot, unë dhe ju, Partia Socialiste, dorëzuam shpatën nga pushteti politik, ja dham një trupe të pavarur. Kthemi në studio, Kreshnik, atëherë merremi te ky element pra që përbën dhe tezën e dytë Edi Ramës, paktën unë duke ndjekur për ditë, vetëm 2 teza kam identifikuar nga fushata Edi Ramës, një integrimi në Europë vjen vetëm me Partinë Socialiste dhe dyta, Spaku shpëton vetëm nëse qëndron në pushtet Partia Socialiste. Nuk e di nëse ke ndonjë tezë tjetër që ke parë, po mbetemi te kjo teza e dytë. Pse Rama po luan fort me këto 2 teza? Mendoj që sidomos teza e dytë është shumë e studiuar në opinion dhe mendoj që është një nga argumentat që nga një disavantazh që rezulton nga sondazhet, Rama tenton të marrin pjesën më pozitive dhe ta kthejë në avantazh. Pse? Sipas gjithë sondazheve të çdo televizioni publik, Prokuroria Speciale rezulton që të jetë institucioni më i besueshëm në Shqipëri për momentin. Që do të thotë asnjëherë në historinë e Shqipërisë nuk ka ndodhur që prokuroria të jetë në këtë nivel besueshmërie. Ky është fakt. Tani, përballë këtij fakti, Rama ka zgjedhur që në fushatën e tij ta artikuloj dhe ta menaxhoj këto 2 muaj për 2 arsye. E para duke shfrytzuar që kundërshtari politik dhe opozita janë deklaruar që nëse ne vim pushtet do ta shkrim këtë institucion, dhe e dyta synon ta menaxhoj si tezë politike me qëllim që ajo pjesë e elektoratit e cila beson sot që Prokuroria Speciale e drejtuar nga zoti Dumani ka hapur një faqe të re në historinë e Shqipërisë, me të mirat dhe me të këqijat, domethënë, ajo kjo është një faqe që është hapur në histori,
zoti Rama mundohet me të drejt apo me të padrejt të thotë, kjo gjë ndodhi gjatë mandatit tim. Dhe ky është fakt. Tani, a do ndodhte kjo gjë po t'ishte një qeveri tjetër? Të gjithë analizat janë hipotetike, që do të ndodhte apo nuk do të ndodhte. Fakti që ka ndodhur në mandatin e tretë të Edi Ramës, nisur nga mandati i dytë dhe në mandatin e tretë, na jep ne të drejtën të analizojmë dy pika në cilën ne mund të mendojmë që kush është pika e fortë dhe pika e dobët në këtë analizë. Tani ka dy faktorë. Ose Rama dhe qeveria Rama janë treguar tolerant dhe kanë lejuar një lloj pavarësie të pushtetit gjyqësor dhe pavarësisë së prokurorisë speciale, duke i lejuar dhe duke mos i bërë presion për ministrat dhe deputetët që arrestohen, ose do besojmë argumentin tjetër që prokuroria gjithmonë ka qenë e pavarur, por të korruptuar janë vetëm socialistët dhe demokratët nuk kanë qenë. Tani, për të të vërtetës, kjo e dyta është pak e vështirë, ndoshta socialistët mund të jenë më të korruptuar se demokratët, pra nuk është, domethënë po, nuk ka asgjë absolute që të themi këta janë vetëm të korruptuar, ndërsa këta tjerët janë vetëm ndershëm. Unë jam nga ata që besoj që edhe socialistët dhe demokratët janë shqiptarë. Shqiptarë janë mjekët, shqiptarë janë pedagogët, shqiptarë janë prokurorët, shqiptarë gjyqtarët, shqiptarë janë deputetët dhe ministrat, pavarësisht bindjeve politike. Dhe unë nuk mendoj, unë jam nga ata që besoj që korrupsioni është relativ në të gjitha qeverisjet. Është në një nivele, mund të jetë më shumë më pak, jam plotësisht dakord, modifikohet në forma të tjera. Pra, nëse dikur rushfeti ishte më i hapur, tani fillon është ajo kapja e përdorimit fondeve publike, privatizimeve, investimeve strategjike. Pra, ajo dinamika e korrupsionit është gjë tjetër, por një të vërtet këtu ka që prokuroria speciale dhe Altin Dumani janë një faqe e re në histori, por është një faqe e re e cila duam apo s'duam ne, lidhet me një sistem politik aktual. Tani do thoni ju çfarë mund të bënte. Padyshim që mbështetja e huaj dhe amerikane ka qenë shumë e fortë. Por gjithmonë mbështetja amerikane ka ekzistuar për institucionet e pavarura. Nuk është se nuk ka ekzistuar. Ka pas shumë rrethana, ka pas investime, por le të themi, muajt e fundit USAID-i i ka ndërprer financimet. SPAK-u ka punuar në mënyrë të pavarur, nuk ka punuar as në ndikimin e ambasadës amerikane, as në ndikimin e Sorosit, as në ndikimin e financimeve të USAID-it, e ekspertëve. Pra, po ta shikojmë është ai fëmia që po ecën vetë. Tani, unë mendoj që të dy tezat, mendoj që kjo teza është më e menduar mirë se ajo në BE. Ajo teza e BE-s nuk jam shumë i bindur nëse ngjit ajo e BE-s nuk ngjit vota thua? Nuk jam shumë i bindur sepse dëgjoj, përfitimet që ka Shqipëria nesër si një antar e Bashkimit Evropian. Unë mendoj që ajo pjesa dërmuese e votuesve shqiptar është shumë e vështirë t'i kuptojnë. Unë mendoj që edhe në nivele politikane sot nuk arrin t'i kuptojnë të drejtat dhe detyrimet po t'jesh shteti BE-s, nëse Shqipëria përfiton apo dëmtohet nga antarësia në BE. Mendoj që për nivelin demokratik apo për nivelin e njohurive juridike, politike që ka shoqëria dhe populli shqiptar, mendoj që ende janë të pamjaftueshme perceptimet e tyre se çfarë do të thotë t'jesh shteti BE-s. Shqiptarët BE-n e konceptojnë vetëm merr një leje pune apo një pasaport dhe jo rastësisht edhe fushata e Ramës është përqendruar me një pasaport në dorë, se ja di mentalitetin e shqiptarëve. Po ti thuash, shiko të dytë, ja u thash në fillim, njëri thotë do të heq vizën amerikane,
tjetri thot do t'jap pasaportën europiane. Nuk janë, këta janë të mençur të dy, sido që e përdorin pasaj pozitivisht apo negativisht, ja din kokën shqiptarëve dhe premtojnë njëri viza, tjetri pasaporta, kupton? Pra, nuk i hyn filozofisë se çfarë do të thotë ti është pjesë e BE-s. Pjesë e BE-s është gjithë krejt tjetër se sa ajo, në fakt, ke shumë të drejtë, Kreshnik, se edhe unë konstatova sot Rama flet për pasaportën, a thua sikur ne nuk lëvizim lirë sot në BE, gjë që e bëjmë dhe sot. Pikërisht. Po, ai godet tek ajo që ju me drejtë e përmendëm. Megjithatë, Logu, kishe diçka për kam një tik që doja ta ftoj edhe zotin Spahiu në diskutim, jo në debat, në lidhje me reformën drejtësi që Rama tenton ta shes, ajo faktikisht nisi si një projekt personal i Edi Ramës, sepse financuar pa diskutim nga Fondacioni Soros, që nuk është fshet, është në çdo projekt, në çdo grup pune, ka qenë ajo tabela madhe e Fondacionit Shoqëria Hapur. Pse ishte projekt i Edi Ramës? Sepse po sot nuk ka rëndësi çfarë ishte, po sot çfarë është? Sot është rrjedhoja. Ishte në 2013 kur u bë kryeminist, ishte i vetmi politikan që nuk kishte, le të themi, influencë në sistemin e drejtësisë. Në drejtësi. Me sistemin e para reformës në drejtësi. Se kapur nga ju në atë periudhë? Jo, nuk është çështje e kapur, zoti Spahiu ka qenë nën kryetari i KLD-s dhe e din. Kushtetuesja zgjidhej nga parlamenti. Gjykata lart zgjidhej nga parlamenti. Gjyqësori që vendos edhe për karrierën si bëshë përzgjedhja, si ishte vendosur në sistem. Kishte 3 antarë nga parlamenti, nënkryetari zgjidhej nga parlamenti, kreu i KLD-s ishte presidenti që zgjidhej nga parlamenti. Pra ka pas një proces ligjor, jo kapje, siç pretendon zoti Vada, po kanë qenë kompetenca të pushtetit të parlamentit që le të themi zgjatonin deri në gjyqësor. Derivon te pushteti deri aty. Sot në drejtësi kemi një, për shembull, prokurorin, një decentralizim të këtij organi në një KLP, një organ kolegjial. Kemi ish KLD-n në një KLG, në një ILD, në një institucion të ri. Sot kemi gjykatat e zakonshme absolutisht njerëz të kapur që kanë lidhje direkte me qeverinë. Kemi Olsi Komiqin, kandidat në listën e deputetëve të Partisë Socialiste Qarkun Elbasan, ish komisioner në KPK. Se një rast asaj nuk është. Cili ka drejtën e vetë të bëjë dhe të ketë ambicet e veta, kjo ishte i vetmi politikan, nuk ishte njerëzit e tij në drejtësi, dhe sot kemi rrjedhojen, kemi një SPAK, pra SPAK-u është një prokurori e posaçme. Prokuria e posaçme që heton korrupsion në nivelet larta dhe praktikisht SPAK-ut do i duhet, le të themi, të bëhet me më të fortin, që deri dje më i forti ishte lobi Soros, që deri dje ne kishim procedime vetëm të krerëve të opozitës, që deri dje kishim procedime nga pushteti pasi Rama i zhvishte nga funksionet shtetërore, nga funksionet partijake, rasti Tahiri, ja bëri gati prokurorisë, rasti Arben Ametaj, ja bëri gati prokurorisë, gjiknurin deri diku, nuk e di ku funksionojnë. Mbeti shakon formë tjetër shajnë, se shikon formë tjetër shajnë nuk ma asnjë lloj qëndrimi, e le drejtësinë të pavarur. E le drejtësinë të pavarur. Kemi arrestimin e parë të funksionarit të zero interes Trumpin Shqipëri të Erion Veliajt në detyrë, madje në zyrë, duke ushtruar detyrën. Kjo mendoni që ka lidhje me Trump? Po, pa diskutim. Kjo është pastaj dhe me atë shpërvika nga Teo Qanit. Dhe sot është një dështim total, ai do e tentoj ta godasësh SPAK-un mase nuk merr vota. Mundet dhe të largosh. Por, ta mbrosh SPAK-un, ca krerë tjerë partish që janë këty në zëdhënës të SPAK-ut, ta mbrosh SPAK-un jo detyrimisht thith vota. Pse? Sepse ajo mbështetje e madhe që ka SPAK-u në opinion, është në sajt nivelit lartë korrupsionin politik të këtyre zyrtarëve, të asaj listës së Tiranës që hyje dele ka bo pasarel hyrje në SPAK-ut. Pra opinioni do në SPAK-un që të fusë politikan burg, listën e Edi Ramës. Edi Rama del mbro SPAK-un. Pra, është një tentativ që nuk do në gjisë, nuk do Spahiu, me që bëri debati me Spahiu, shumë shkurt Kreshnik dhe pastaj do kaloj me kolegët. Nuk e di nëse e ndang të qasje me zotën Logu, që është dhe jurist nga anë tjetër. Dika, përgjithësi se me zotin Logu
njihemi në distancë dhe mendoj që ndajmë të njëjtat pikpamje. Mendoj që është një vijshmëri. Sigurisht, unë mendoj që çdo pushtet politik do kishte dëshirë që mos e kishte drejtësinë jashtë kontrollit. Fare. Domethënë, dhe kjo nuk është fenomen shqiptar. Kjo është tër botën në fakt. Faleminderit zoti Spaju. Gjëja parë që bëri Amerikë, domethënë Trumpi kur erdhi, gjëja parë u mor me prokurorët apo me gjyqtar, jo vetëm Trumpi, e ka bërë Bideni. Pra, pse? Bideni dekretin e fundit që bëri fali djalin e vet. Pra, ne mbajmë për simbol të demokracisë, po kjo është dhe demokracia amerikane dhe kjo është dhe qasja që amerikanët kanë me drejtësinë. Pra, mos mendojmë ne që le të themi në Gjermani ka një lloj dilli, ka një lloj marrëveshje për gjykatën kushtetuese, ka një marrëveshje të pashkruar ku gjithmonë ndahen të jenë gjys për gjys të ketë balans pozit-opozit. Pra në tërësinë e vet në shumë vende janë modalitetet të cilat sistemi politik asnjëherë nuk heq dorë dhe ka një lloj influence indirekte. Ne nuk mund të pretendojmë, domethënë, se po t'ishte ashtu, ndryshojmë kushtetutën dhe i fuzim gjyqtar gjykatës lartë, kushtetuese dhe prokurorisë speciale, i marrim amerikan, britanik dhe gjerman, i marrim jo shqiptar dhe e bëjmë si Kosova, aq si gjykata Hagës që nuk i dha lejas për vdekje Hashimit, se nuk ka asnjë lloj dhimbshurie, kupton? Pra unë nuk uroj që të ndodhe kjo, që ne të kemi gjykatë speciale, ta bëjmë dhe Godinën jo në Tiranë, ta bëjmë në Hagë dhe Spagun e Shqipërisë, pra unë nuk jam dhe për këtë, domethënë në një farë mënyrë dhe duhet jemi tani a ka dëshirë, po po pse kush nuk ka dëshiruar? Nga Ilir Meta, Fatos Nano, Sali Berisha, gjithë duan të kenë një farë ndikimi në drejtësi dhe të vendosin njerëzit e tyre dhe tash duhet i mirë kuptojmë që është e gabuar është. Patjetër, po. Kjo është një luftë e përjetshme që do të jetë. Pyetja është zoti Spaju, ç'a ndodh këtë tutje pra? A mbetet ky ndikim, pra këtë tutje do kemi një spak, le ta themi pas zgjedhjeve, do kemi një spak që do jetë në shinat e ligjit apo prap kjo betejë politik spak do vazhdoj? Shka, unë mendoj që... Në shinat e ligjit pra që mos pyes as kërkën, as majtës, as djathtas, se ajo është në shinat e ligjit, edhe sot. Dëgjoj, unë kam një konkluzion shumë të shkurtër dhe të saktë për punën e Spakut. Spaku suksesin e vet e ka arrit. Në fakt, të mendim kam dhe unë personalisht, po të synosh, të kërkosh sukses më shumë se duhet, mund dali pastaj në inflacion suksesi. Të del prej hundës në popull. Po, se mund të kthehet në efekt kundër, e para. E dyta, suksesi i Spakut do matet edhe në një hap, në një fazë të dy do matet pastaj nga rrjedha e ngjarjeve që do kenë fati në gjykat i disa dosjeve politike. Politike, flas të subjekteve politike, të akuzuarve, ministra, lider politik, deputetet e tjerë, se nëse gjykata do t'i gjejë të fajshëm apo të pafajshëm. E treta, e ardhmja e Spakut nuk varet sot. E ardhmja e Spakut varet nëse e para do ketë vullnet politik për t'ia u zgjatur mandatin drejtuesit dhe prokurorëve dhe çfarë do bëhet kur të mbyllet mandati i Spakut. Do kemi një Spak ad hoc, pra që ky ishte dhe këtu e mbyllim, e riformatojmë në një gjë tjetër, apo ky Spak do ketë vijshmëri. Pra unë shikoj këtu e 4 vjet mbrapa, 3-4 vjet mbrapa. Okej, mirë, ka kohë për ta diskutuar atëherë. Pra do të kemi do rrjedhin shumë gjëra deri atëherë. Spakun apo të përkohshëm. Kjo është e rëndësishme për të diskutuar. Unë kam një mendim komplet tjetër, e para lidhet me faktin që zoti Logu përmendi që ka një tendencë për ta kapur drejtësinë, nuk e shikoj në këtë prizëm, sepse kuptohet që duke qenë se sistemi i drejtësisë ishte një ndër sistemet më problematike më parshëm, për shkak korrupsionit, për shkak kapjes nga politika, dhe mendojnë që të njëjtën çështje që mund të ketë patur Partia Demokratike mund ta ketë Partia Socialiste. Duke qenë se Partia Demokratike e kishte në kontroll sistemin e drejtësisë, janë të trembur se njëjta situatë ndodhi me Partinë Socialiste. Fakti që del dhe flet hapur për Spakun dhe për mbështetjen e Spakut është pikërisht ajo gjë që unë lexoj si një lloj mbështetje që të vazhdoj punën pavarësisht të plot,
pa patur asnjë lloj presioni nga politika dhe të vazhdojmë me gjithë proceset cilat i kanë ndjekur deri tani. Nuk e dia ishe ti në protest, po Partia Socialiste goditi makinën e prokurorit. Nuk kam qenë protest, po ju bëni protest çdo javë. Në momentin që Spaku i doli jashtë kontrollit, po pse, më lër zyrën e Lion Velis, një sekondë. Partia Socialiste doli goditi makinën e Spakut. Se duhet ta thotë Rama për ditë se Spaku është institucioni konsoliduar, bën punën e vet, ç'pun ka kryeministri ta thotë për ditë. Garantohet dhe publiku për është njësoj si Mersi kur bën fushat në Gjermani të thotë drejtësia në Gjermani është... Po i tatoj se për reformë cilë ka iniciuar... Po ç'kemo po për pyetje, ti mos u shqetëso, prit, e ka me politikanë e ri, po. Pa tjetër që e thot dhe citon dhe mund tjetë një ndër arritjet e qeverisë që ka garantuar pavarësinë e sistemit gjyqësor, ka ngritur një strukturë të përshtatshme që askush nuk është imun përballë kësaj strukture. Po çfarë më Motra Belinda Ballukut ka qenë komisionere. Olsi Komiqi ka qenë komisioner. Ai ku ajo po lutem, mos fjallote. Po Spaku është krijuar tani. Ti kthesh në Zanafil. Po e kanë kaluar vetingun ata. Po vetoj strukturave të vetingut ishte filtri parë. Po tani është bërë ajo. Tani ne po themi për produktin e Spakut. Po dakord më po. Të erdhi prokuroria si e kishte me vendim të Strasburgut, të hodhi poshtë vendimet. Dore ka qeveria tani ta rikthej. Po se ka dorë pra struktura që kanë marrë. Vetingu është një proces komplet i pavarur. Parë me ato struktura dhe në radhë të dytë me vendimin e Strasburgut. Ore, vendimi i Strasburgut, shiko, vendimet janë individuale. Nuk janë kolektive për gjithë procesin e vetingut. Pra është vendim individual për një person. Tani, ato kanë drejtën e të lutem. Po lere tani, kanë shkruajtur vendime unifikuese. Vendime unifikuese, kanë shkruajtur praktikë gjyqësore ato gjyqtarë. Ato që i nxorën këto për një aneks, për një cep apartamente që nuk e justifikonin. Po përfundoj se duhet ta marrë opinionin e Zotit Osmani për Spakun. Kemi të bëjmë me një praktikë të aplikuar më përpara nga një parti politike dhe ka frikën që njëta parti politike mund të aplikojë tjetër praktikë, gjë e cila nuk po ndodh. Dhe po shikon rezultatet nga hetime që po ndodhin që nuk po ndodh pra, dhe thjesht ky pozicionim mbështetës largohet edhe në aspektin e ndikimit që mund ketë në sistem. Të kuptova, po unë si qytetari i pa angazhuar politikisht, kjo reformë nuk arrit kuptoj që për ditë më thotë kryeministri Partia Demokratike më përpara, sepse sistemi i drejtësisë nuk është se ishte problem para disa viteve deri kur u bë reforma. Sistemi i drejtësisë ka qenë më përpara problematik dhe ka qenë në mënyrë konstante problematik derisa u kthye në praktikë problematike. Dhe u desh një lloj ndërhyrje në themel për të krijuar strukturat posaçme që të merreshin masa për të garantuar drejtësinë. Osmani, çfarë sot? Të lutem. Hiç prokurinë e gjykatën e posaçme, ke vendim në apel, sot pyetën gjykatën e apelit Denis, vendim i janarit, s'po e them emrin e relatorës, janari 2024 nuk është zbardh akoma. Nuk është zbardh. Në të apeli posaçëm po thua? Të apeli, jo, të apeli. Aty është dramë vete pastaj, mos u fut aty, është e vërtetë ajo. Ai që po vun dënimin, normalisht duhet nis procedura që të përfitojë këtë trembulloshë, që të përfitojë lirimin me kusht. Jo, shiko çka kolapsi. Ai nuk përfiton, nuk nis dot një kërkesë për se e ka ezaru 2/3 e dënimit, që të nis një procedurë gjyqësore që dalë në kusht. Pra pjesën e mbetur ta vuaj në shtëpi. Ta pyes për këtë sistem gjyqësor. Osmani, cili është qëndrimi juaj ndaj Spak? Të lutem. Të ndërhyjnë gjyqësor. Cili është qëndrimi juaj ndaj Spak? Qëndrimi ndaj institucionit? Ndaj Spaku. Sepse Spaku është në qendër, Rama për të flet, Berisha për të flet, pra në një farë mënyrë dua dhe qëndrimin tuaj si forcere politike. Spaku është institucion tek i cili të gjithë radarët e shqiptarëve janë drejtuar dhe sytë e shqiptarëve janë drejtuar, sepse është i vetmi institucion i cili sipas opinionit shqiptar mund t'i shpëtojë nga klasa hajdute politike 32 vjeçare. Ky institucion është krijuar, është investuar, është formuar, është nxitur, është frymëzuar nga Washingtoni, i cili kanë patronazh Ballkanin dhe shqiptarët për nevojat e veta gjeopolitike. Ky angazhim dhe patronazhim amerikan për Spakun ka çuar në rezultate tek të cilat Spaku nuk do të mbrinte pa pat imunitet, mbështetje dhe garanci amerikane. Në qoftë se për nevoja gjeopolitike,
Amerika lëkundet në Ballkan dhe tërhiqet nga SPAK-u, SPAK-u rënohet me njëherë pas zgjedhjeve të ardhshme nëse ka zgjedhje dhe e dorëzon stafetën tek monopoli bipolar PSD, do të gjenë një formula ta nxjerrë. E shifni ju këtë që po ndodh kjo gjë? Unë nuk e shoh të mundur këtë, sepse shoh vullnet Amerikan për mos më u tërheq nga Ballkani dhe për mos më u tërheq nga shqiptarët. Në qoftë se Amerika tërhiqet nga SPAK-u, do të thotë monopoli bipolar politik do të vazhdojë Shqipëri, do të thotë Shqipëria rrëshket në lindje, marron histori. Zoti Osmani, e përmendi Spahiu që ka një pauzë, pra nuk ka më qëndrimit të ambasadës amerikane, nuk ka mendim të USAID, nuk ka gjëra të kësaj natyre që ne ishim mësuar. Kjo pauzë është momentale apo mund vazhdoj gjatë? Kjo është gjykimi im, kjo është lexim, sepse unë nuk përfaqësoj as amerikanët, as për të atyre, ne bëjmë lexime dhe analiza. Analiza ime mua më thotë që ata nuk janë tërheq, po flasin me kode dhe po rrinë të heshtur për nevojat e lojës tyre. Këtu do të shihni se çfarë do të ndodh në muajt, në javët në vijim, do të shihni tërmet të këtë dyja palët. Dhe këtë mund të bëj vetëm një SPAK me cover, me mbulesë amerikane. Në qoftë se Amerika heq mbulesën nga SPAK-u, aty s'ka më tërmet, po thua. PSD do ta nxjerrin jashtë loje, kaq. Halit, ti për tërmetin e SPAK-ut nuk shqetësohesh, besoj. Unë shqetësohem vetëm për tërmetin e Damianit. Okej, Damiani që ti mbush 14 votash. Që Damiani do ta udhëheqë atë listën e Vlorës dhe nuk kapin 3 mandate këta në Vlorë. Damiani mos të bëj nga ato tërmetet e 184-s, atë se shkon burkullaj tani, se nuk ka as imunitet jo. SPAK-u, këtë bëj Damiani. SPAK-u është një institucion që gëzon 80% besueshmëritë shqiptarëve. Po. Dhe 80% besueshmëritë shqiptarëve e ka fituar duke pasur goditjen e politikanëve sa majtas, djathtas, pa dallim. Por shqiptarët nuk e mbrojnë dot SPAK. Ja, këtë duhet dalë diku, të lutem. Duke goditur politikanët niveleve të larta. Shqiptarët e mbrojnë SPAK-un i dashur, sepse garanci e SPAK-ut është vetëm Partia Socialiste dhe qeveria me Edi Ramën kryeministër, sepse janë të vetmit. Qëse garancia SPAK-u që ka Partia Socialiste, unë gjej përgjigjen, sepse Erion Velia nuk është hetuar dhe dënuar për shemin e teatrit. Sepse Ogerta Manastirliu tenderoi 8.000 lekë të vjetra në periudhë pandemie një mask, ndërkohë me çmim pakice bënde 5.000 lekë, pra e në tender bleu. Unë sot kuptoj pse Olta Gjaqka nuk man përgjësi dhe nuk është pashekur që grabiti pronat publike, po, në qoftë se që ka Partia Socialiste, garancia SPAK-ut, unë gjej përgjigjet, sepse dhe thonë që dhe një minister, ish minister, që ka bërë përësi për blasje. Se a e nuk thirët në SPAK të ti. Se qështja me Konikëll, se do të fundit. Dhe se do me Konikëll, që është registruar për qëtim penal, është registruar dhe minimalisht nuk thirët Edi Rama të jashtë. Atë e kanë SPAK-ut në minimalisht. Kuj dhe Rama i këtë ambyllim. Të lutem, leta mbaroj fjalin. Leta mbaroj. Oke, nuk e thënë fjalë. Mbaroj një fjalin. Usta ndërhyshë, unë pa njësur i fjalë, ti minimalisht një deklarim për çështjen e Konikëll, Rama duhet të shkonte. Jo e pra tani deri punë, është mungesë edukate në presë. Po jo se unë gjej përgjigje. Valteri, nuk je nga ata deputetët e butë. Po pra vazhdoj fjalë, po. Ore, unë kam respekt. Po pra vazhdoj të lutem. Halli shtu. Garancia. Garanci e ekzistencës së SPAK-ut, qeveria Edi Rama, pasi plaku juaj Matuf, bufi Kënetës, del para institucionit dhe thot, me të ardhur në pushtet du të shkrik të institucion. Ne themi, nuk e ka thënë. Me konsulentën e Komisionit të Venezave do reformohet SPAK-u. Unë do të lë besin, unë nuk do bëj fushat fare, do të lë besin të bëj fushat për mua, sepse çdo gjë që thot besi, mjep vota mua. Publicitet dhe kthehemi me 10 minuta e fundit, pas pak. Kthehemi në pjesën e fundit të emisionit, ndjekim edhe një material të shkurtër nga Berisha sot në Shkodër, ka qenë rreth së pasdites dhe besoj aty ka një pjesë të qëndrimit
të fjalës së tij edhe në raport me partinë e Lulzim Bashës, ku i drejtohet demokratëve që të kthehen në shtëpinë e Partisë Demokratike. Le të ndjekim këtë sinkron dhe rikthehemi. Sa po... Këta janë kandidatët që nuk vinë nga bodrumet e Dobraçit. Po vinë nga qytetet fshatrat, vinë nga sheshet drita e juaj, votbesimi juaj. Këta janë kandidatët e fitores. Edi Rama të garantoj se nga Pripa gjerë Torovic, nga Dukazhini gjerë Velipoj, do marrësh atë që e thua vetë, atë që meriton. Unë jam sot këtu për programin e Shqipërisë madhështore. Për shumë njerëz, madhështore mund të duket një egzagerim, po unë ju betohem ju, që nuk është gjë tjetër vetëm ëndra e ditës, e vërtet e çdo triu shqiptar, e çdo shqiptari që e don Shqipërinë, dhe është 100% i realizueshëm. Shqipëria madhështore fillon me një Shkodër të jetueshme, me një Shkodër ku qytetarët nuk numërojnë kafshatën, ku qytetarët nuk mbeten pa ilaçe, ku qytetarët nuk njohin më varfërinë ekstreme. Rikthehemi me pjesën e fundit, kemi pak minuta, ndërkohë Berisha duket sikur është rikthyer në vitin e largët, mos gaboj 2013 ka qenë fushata e këtyre përmasave të Berishës. Dhe nga viti 2013-2025, pra ka kaluar 12 vite, dhe është një rikthimi i tij që padyshim përbën arritjen personalisht, përbën arritje për Berishën, por është arritje për opozitën, pra ardhja e Berishës në krye, duke zëvendësuar Lulzim Bashën dhe arrin dot opozita me Berishën në krye të vinë pushtet. Kjo është pyetja. Gjo, Denis, unë personalisht në atë debatin e brendshëm në PD kam qenë pjesë e grupimit të Zotit Basha. Dhe askush nga ne, kam përshtypjen nga shumë dhe nga opinioni publik, nuk e mendonte që Zoti Berisha me një izolim ndërkombëtar, me atë konjunkturë ndërkombëtare që ishte në pushtet, atë periudhë, me një mas sigurimi arres shtëpie, të vite sot dhe të mushte sheshet. Është fakt. Te çdo retorike... Jo, e përmenda unë, nga 2013, pra kemi rikthimin e tij. Unë këto i thoj edhe vetë Gjoja Lulin para 2-3 vitesh, nuk ngjisin më këto. Fakti që Berisha mush sheshet dhe rikthimi i tij sot ka ngjall shpresë tek çdo opozitar, përjashto ato që janë marrëveshje në aleancë të fshehura, deklaruar të tjera me radhë me pushtetin, takimi i Shkodrës sot është një sinjal fitore. Shkodra është një qytet demokratik, është një qytet blu, është një qytet që për herë të parë Partia Socialiste e mori bashkinë me banda, është bë terror në Shkodër, ka arrit deri aty sa 200-300 euro blerja votës, nëse nuk pranonin 500 euro mjep kartën mos dilë me votu, nëse nuk pranonin as këtë terror banda në shtëpia mos dilë nesër. 12.000 vota plus nuk shkon, nuk ka logjik ekonomike kjo që doni. Si mund të pek 12.000 persona me 12... 500 euro mos dilë nesër me votu. 500 euro në Valdez. Na i gjeni kush jep të 500 euro se po... Pyet po na tundoni t'japim dhe ne votën duaj. Në një moment delikat që ishte Partia Demokratike nuk po gjente veten, në një revansh të Partisë Socialiste me gjithë administratën, me zonin Spiro Pali dhe me të gjitha bandat arriti ja mori me dhunë dhe ajo bashki do rikthehet shumë shpejt dhe mitingu i sotëm e përsëris, mitingu i sotëm ishte shpresë dhënës sepse e aty është dhe lista e Partisë Demokratike e cila
Aty bënë mitingje, ku bënë? Bënë më në përsheshe. Shkodra blu, si që bënë i ty, duhet ishte blokuar dhe i lejë. Nuk ishte hapja fushatës. Ishte prezantimi kandidat. Ka drejtu, se fushata akoma zyrtarisht nuk është hapur. Por ama de facto është hapur. Saliu do ta blokoj dhe i lejë. Por ishte prezantimi kandidatëve. Shumë shkurt, se jemi në fund. Shumë shkurt. Berisha sot doli para shkodranëve duke i fyer. Sepse me një kandidat kollovar nga Elbasani, që prin listën e bastionit më të madh të demokratëve që ka qenë Shkodra. Kollovarët s'ka ndonjë gjë të keqe, se duket sikur e thu me natyrë negativiste. Ka ngelur nga luli ajo, është traum që përjeton me lulë. Në mënyrë metafore, a se. Pra dërgimi në kryetarit në Shkodër. Tani unë të prela më lëtë, tani se s'do më bërë si vine... Emrat e PD-s që thynë hesin janë njerëz të nderuar. Logu, nuk kemi në... Po, plutën, po. Jo më të flasë një... S'kemë për të thënë. Ka më përfol, për nuk mund. Tuaj një minutë, tani... Sa i nderuar është ai, baleta të mu. Po është i nderuar, Theo Hersin. Po mirë më votoje. Dhe ka shku me rrujt balansat në Shkodër. E kanë thyrë Hersin. Ka shku me rrujt balansat. Mirë pra mirë. Dhe është në kryetarin qa balansat do ruajmë? Po ka ato, gjdo dek. Ata që mashtrej Berisha. Gjdo dek ka fëtet e veta. Baroj fjalin, plutën. Baroj fjalin. Baroj fjalin. Logu, se s'kam minuta. Kam vetëm 4 minuta për 2 të tjerë, të lutëm. Pasjansë të rrujt balansat. Iku, e theta, po. Vazhdo vetëm mos u merr me emrat veçantë të PD-s, po. Siç po thoja, me një kollovar në krye të listës së Shkodrës, fyen shkodranët, çon atje një njeri i cili ndriti qarkun e tij, ndriti si nënkryetar Partinë Demokratike, e udhëhoqi nga betejë në fitore, si ishin ato të korrat e Shokut Enver, dhe i ofron në listë të mbyllur një kollovar nga Elbasani për ta bërë deputet në Shkodër, se ndoshta në Elbasan nuk del dot, sepse atje nuk ruan dot ato balancat që përmendi kolegu. Tani, po ju në Shkodër kishit komplet nuk njihja njëri në Shkodër. Shkodra, që për viti 2023, po pëson një transformim total si qytet, po sistemohet si qytet, po merë era qytet, se ishte lënë, ishte lënë, kryetari bashkisë është paraqit në SPAK, jo ma i ndryshimi rrëndësor. Ishte lënë në Harres, nga 8 vite qeverise e qeverisë Berisha, bini njerëzit në përpuseta dhe nuk i gjenin. Bini në përpuseta, ropë nuk e gjenë, 3 ditë kishte rarë në puset. Dhe sot kemi një Shkodër e drejtuar nga kryebashkiaku Zoti Beci, nga ekipi, super ekipi Partisë Socialiste që drejtohet nga djemë dhe vajza të reja, një risi ndër vite, ku janë emra djemë dhe vajza të reja një mosh mesatare 29-30 vjetë, dhe përballë keni kortezhin e politikës vjetër që e ka quar Shkodrën në mjerim dhe i qasen vetëm vargjet e migjenit. Vargjet e migjenit karakterizojnë listën dhe ekipin e Partisë Demokratike. Faleminderit. Osmani, cila është sfida e partive të reja, ku futeni dhe ju? Sfida jonë. Sfida juaj, jo vetëm ju, po e partive të reja në përgjithësi. Jo, ne jona do flasim se si jemi gjithë me tjerë. Ne sonte për herë të parë dalim televizor. Se e kanë caktu këta kush është opozit, kush është i ri, kush është i vjetër, kush është me Ramën, kush është me Berishën, e caktojnë gjithë në gjithë qendrore. Pra, ne sonte jemi për herë të parë këtu, si parti, sepse u futëm me dhunë brënda. U futëm me 6.500 vota. U futëm me dhunë. Për ndryshe nuk njohin fare. Këta e përcaktojnë kush është opozit, kush është... E kalojmë, sfida jonë është që të mbrim tek shqiptarët. Ju mediat që jeni pushteti i 4, në qofë se bëni palë me popullin, na e hapni derën të themi dhe në fjallën tonë. Kemi një sfidë të vetme, të mbrim tek shqiptarët. Nuk ka një shqiptar që na refuzon sa herë bie në kontakt me ne. Këta të vjetrit thonë ne jemi miliarder, do i nxjerrim nga loja se si pysim, i heqim, i zhdukim, ja vjedhim votat.
ky thot ata janë të Ramos, ata thonë këto janë të Berishës. Pra, këta bëjnë biznes bashkë dhe ne jemi ose të Ramos ose të Berishës. Këta bëjnë kulla, ne jemi të Ramos. Këta bëjnë biznes, ne jemi të Berishës. A më kupton? Këta kanë 34 vjetë. Shqiptarët duhet ta kenë parasysh. Ose i japin dorën njerëzve që e duan këtë vend, këtë komp, të shkollum, të arsimum, me integritet moral, politik dhe karakterial, ose do të zhduken si komp. Ke besim të shqiptarët? Unë kam besim, po i mbritëm. Ne do kemi 1 muaj gjysmë për para, do t'i shkojmë fshat, në katun, dhe do t'i takojmë dhe do t'i flasim sy për sy, do t'i themi, na jepni mundësi. Na jepni mundësi. E kuptova, se do të gazboj Besardi se përdore termin sy po. Shiko. Nuk e vë njëri ndyshim që jeni një forcë që nuk ka lidhje me 2 partit e mëdha. Unë nuk e shoh podcastin fare, këta bëjnë kulla me njëri tjetrin. Këta bëjnë kodin zgjedhor me njëri tjetrin, këta vrasin partit me njëri tjetrin, edhe ndërtojnë alibi si kur Krishnik. Këta janë shkatrimtarët e këtij kombi, nuk i sheh dot njëri me sy. Kam 37 ditë në zemër Tiranës, mbledh firma. Krishnik janë të neveritshëm. Do t'i poshtrojmë, do t'i shtypim, do ja grizim fletën. Le ta shohim. Ta shohim në 11 maj. Ta bëjnë aludime si kur unë jam i Iranës. Shiko, në ata të lutem, çdo njeri është në politikë. Kanë detyrë. Zoti Osmani. Çdo kënd që mendon kundër këtyre. Po din shqiptarët se kush jam unë, se kam 2. Ta janë monizëm. Jo, nuk kam minuta. Mirgit, lutem se kam Shoku Sali nuk i shranjohet ai veterinar. Edhe këto me dorë. Okej, Mirgit, faleminderit. Osmani, besoj do jeni në këtë studio deri në fund fushatës, që s'është problemi këtu. Nuk e di regjia qendrore. Që regjia... Ja, këtu e prishe. Jo, nuk e prishe. Këtu e prishe, pra. Nuk e prishe. Po s'm ka thënë, kush më tha mua që më të ftoj sot? Po jo, po the regjia qendrore. Po ç'është kjo regjia qendrore që the? A regji qendrore më kanë 2 muaj. Po s'është me regjimo. Kanë 6 muaj. Kanë 6 muaj që thonë që ata 4 janë vetëm të rit. Prania, po lemo... Shiko, unë ta shpjegoj pak, nuk të kam vënë në foto këtu se ti e në studio, po unë e kam dhënë ja digiturën. Nuk e kisha për sot. Dakord. Kanë 6 muaj mediat e Tiranës që promovojnë vetëm ata 4 si të ri. Edhe ata janë, edhe ju jeni. Ta që ndërtojnë kulla me Ramën, thonë unë jam i Ramës. Të lutem, prania juaj tregon që s'ka regji. Një sekund pra, kur dalte protesta këtyre që kishte nevoj në ngrata me zbardh faqen, që mori figura tjera, dinte me robazja i atyre dhe thote Krishnik Osmani është berishist. Këta janë miliarder, e kanë rënu këtë popull, e kanë shpartallu, e kanë shpopullu. Këta thotë me robazja thotë Krishnik është berishës, ky thotë është i Ramës. Faleminderit zoti Osmani, nuk kam më minuta, do ta përshëndes dhe Krishnik Spahiu, Krishnik s'kemi minuta, kështu që besoj do të kemi herë tjera edhe Mirgitin suksese në karrierën tuaj politike, Mirgit. Natë e mirë dhe mirupafshim.